Mirëmbrëma të gjithëve. Dhe sot do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, efektet që ato patën në politikën shqiptare, në parlamentin e ri që po krijohet dhe që do të konstituohet në fillim të muajit shtator. Sot socialistët, me në krye Edi Ramën, kanë festuar atë që ata e konsiderojnë fitoren e tyre më të thellë. Ndërkohë, 24 orë më parë, pak ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike bëri një deklaratë teje të ashpër. Ai tha se Shqipëria dominohet nga kartelet e drogës dhe i kërkoi publikisht presidentit Trump që t'i shpall ato, pra sipas tij ato që ai konsideron kartelet droge, që Trump t'i shpall si organizata terroriste. A ishin zgjedhje, apo pati një shpartallim të Partisë Demokratike në këto zgjedhje? Për këtë do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni, ku të ftuar kemi zotin Aulon Kalaja, mbrëma Aulon, kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, që pate një rezultat surprizues për hir të vërtetës, tani që kutit janë mbyllur, mund ta themi një rezultat mjaft të kënaqshëm, mbi 8000 vota personale për gëzime. Kemi zotin Indrit Sefa, jurist, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Kam kolegun Poli Hoxha, mirëmbrëma Poli. Mirëmbrëma. Si dhe kolegun tjetër Ermal Peçi. Ndërkohë, përmes lidhjes nga Gjermania, do kemi dhe juristin Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Ilir. E ndoqet fjalimin e kryeministrit Rama sot, pasdite? Po, e ndoqa pak, një fjalim i përgjithshëm. Çfarë përshije Jula? Kishte doza triumfalizmi? Do në arriti ta konsideronte deri Partinë Demokratike një oturak të një 80 vjeçari. Përse duhen përdorur këto terma? Po, mendoj që është në stilin dhe taktikën e Ramës, përgjithsisht bulizimi, hyerja, batuta, ajo që ai e quan humor me kundërshtarët, sidomos duke prekur dobësitë. Nga ana tjetër është ajo që gjithmonë që ka synuar që veten ta nxjerrë të ri në raport me kundërshtarin. Ajo që bën përshtypje më shumë në fjalimin e Ramës është koncepti i tij për të ndryshuar partinë dhe për të ndryshuar edhe përbërjen e qeverisë. Dhe ajo çfarë në fakt ndryshon në stilin e dy kampeve politike është që nëse në njërin kamp gjithmonë ka pas një lloj qëndrimi konservator ndaj ekipit drejtues, qoftë partisë, qoftë qeverisë kur kanë qenë pushtet, nga krau tjetër Rama ecën me praktikën e ndrimit kuajve, që do të thotë gjithmonë gjen figura të reja, ndoshta edhe figura anonime, ndoshta figura dhe pa merit, ndoshta edhe figura të cilat nuk ja u njeh askush emrin, luan me surprizën për këto e kanë të përbashkët xhanën të dy që gjithmonë le të themi bashkëpunëtorëve ose njerëzve në parti ja u lën surprizë minutën e fundit që heqjen, largimin, emërimin apo promovimin ta dëgjojnë nëpërmjet valve të medias, të televizorit. Në njërin krah kemi një Berish i cili le të themi nuk ndryshon. Dy gjëra janë të sigurta, për shembull, njëhet vdekja, po dhe emri Tritan Sheut, i Flamurit, i ca njerëzve të cilët historikisht do jenë deputet, domethënë pavarësisht viteve dhe dekadave që do të kalojnë. A kështu vepronte edhe në qeveri, domethënë ishin emrat që ishin 3 Genci, 3 kështu me radhë, kishte emra të cilët që nga 92 i kishte ministra dhe nuk i ndryshonte. Ndërsa Rama, domethënë nuk kursen askënd. Rama po ta vëshare nga 2013, nga ai ekipi që e quajti Rilindas, nuk ka mbajtur asnjë figurë, asnjë emër, asnjë personazh, dhe i ka shfarosur gjithmonë duke luajtur sidomos tani me profilin e femrave, e gruas, dhe sidomos me gratë pa njohura, i merr nga një shkollim jashtë me qëllim që të jenë sa më pak të përfolura, ndoshta e ka taktik se ato janë më. A ka qenë kjo taktik, a ka qenë efikase?
efikase për të konsoliduar partinë e tij, po. Pastaj efikase në qeverisje e ka me dyshim, sepse unë jam nga ata që mendoj që funksioni i ministrit apo i drejtuesit në parti duhet të jetë meritokraci, duhet të jetë pjesë e karrierës, pra nuk mundet që në moshën 26 vjeç, 25 vjeç të jesh ministër, nuk mundet që në moshën 25 vjeç të jesh drejtues partije. Domethënë, duhet t'i kalosh shkallë përgjegjësitë, domethënë më shumë se sa diploma apo masteri vlen eksperjenca. Dhe vende si Shqipëria ka nevojë për një lloj maturimi, qoftë politik, qoftë të administratës shtetërore, dhe unë mendoj që nëse ka një gjë që çalon Shqipëria është ai vakumi në administratë. Ne kemi tërësisht mbetemi në kuadrin e një administrate totalisht jo eficiente. Po ta vësh re edhe ministrat e brendshëm, domethënë ky mund t'i ndrojë edhe 30 përsëri rendi publik i mbetet problem. Apo shumë sektor të tjerë, siç është shëndetësia, siç është arsimi, nuk ka mundur ti rikuperoj boshllëqet, dhe kjo padyshim vjen edhe si pasojë e nivelit të ulët dhe mediokër që kanë pasur titullarët e shumë institucioneve, dhe kryesisht në ato të cilët ai ka emëruar njerëz jo të karrierës dhe jo profesionistë. Okej. Falenderoj që ndron në linjë. Aulon, e ndoqe Ramën sot? Me të thonë drejtën nuk e ndoqa, po me këtë deklaratën që ka bërë, jam absolutisht kundër dhe doja të mbaja i qëndrim, domethënë. Do të bëjmë një ndarje të asaj që quhet Partia Demokratike, nuk mund t'i bësh atë lloj krahasimi që është një fyrje për të gjithë demokratët, besoj që e kanë dëgjuar. Edhe pa diskutim ndjem shumë i fymë nga ajo që ka thënë kryeministri në raport me Partinë Demokratike. Është për hir të vërtetës, kjo është një parti e cila ka lind në ndryshimin e epokave në Shqipëri, pra ka sjell, duam apo s'duam, ka sjell demokracinë, pra pluralizmin politik. Fakt ai përfaqëson sot një parti që është shumë e vjetër dhe për këtë ka dhe një super organizim, sepse është një parti mbi 80 vjeçare, është një parti e cila është bërë në bekimin e Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovićit. Me që jemi te partia duhet bëjmë pak histori, ndërsa kjo partia tjetër, para se të vija këtu po lexoja dhe që kishte qenë në 92-shin, mos gaboj, Rehersoni dhe James Bakeri në mitingun e partisë. Në 91-shin ka qenë James Bakeri, ndërsa... Po pra, kjo partia tjetër që ky sot e atakon dhe e fyen, domethënë edhe elektoratin e saj, është një krijesë amerikane. Ndërkohë krijesa që ai sot përfaqëson është një krijesë jugoslave. Kështu që duhet bëjmë dallim shumë të madh midis... Po mos kanë pësuar mutacione... Kjo është histori tjetër, po flasim për origjinën, pra origjinën e partive. Pra kur flasim për origjinën duhet jemi të kujdesshëm sepse fyen njerëzit, edhe unë jam absolutisht shumë i prek nga ajo deklaratë që e kam pa kështu domethënë në mënyrë vertikale. Por patjetër që ai u soll sot si triumfator i një gjëje shumë çuditshme, me që jetë mutacionet, me që the mutacion, ju e pat besoj edhe në Durrës që njerëz pas një lloj kontributi marrin mbi 20.000 vota, njerëz që nuk kanë bërë një kauzë në jetën e tyre, nuk kanë bërë asgjë për Shqipërinë, njerëz që janë anonim, cilët deri para 4 vitesh mund të kenë marrë grusht me vota, tani në patronazhin e bandave u rritën në një mënyrë, do të thënë, çuditshme, saqë asnjë teori politike nuk mund ta shpjegojë. Kalon dhe shifrat e kryeministrit, se kryeministri është deputet i Durrësit aktualisht, pra ka marrë mandatin në Durrës, dhe të marrë një anonim më shumë se kryeministri i Shqipërisë, mund kjo më duket e çuditshme. Brenda familjes politike, si ajo kemi dhe grup tjetër në Durrës, pra ishin 2 grupe që tutoruan 2 kandidat, një e nxorën me 21.000 vota, tjetër nuk e di sa vota ka marrë, mbas këtij të parit është. Duke folur për zgjedhjet e 2021-shit. Po tani në 2025. Jo, isoj janë, se ke drejti. Domethënë 21-shin, 25-ën është isoj, se çka ka ndodhur në 21-shin. Domethënë kanë qenë disa kandidatë cilët shkuan në listat Durrësit të ra, pra shkuan janë në burg sot e kësaj dite, pra Jurgis Qyrbja, ishin ca emra të tjerë domethënë. E njëjta situatë do ndodhe me këtë, dhe mbaj këtë deklaratën tani, që të paktën 2 deputet nga lista Durrësit që fituan mandatin tani, ndoshta nuk betohen fare në shtator, sepse po ndodh ajo që po ndodh, pra grupet u goditën, por unë prandaj kam qenë skeptik për SPAK-un, pra i kam duar trokit punë të mira të SPAK-un, ndërkohë nga ana tjetër në qarkun ton ishte dislokuar me një task force
ndryshe nga gjithë qarqet e tjera dhe nuk e goditi krimin elektoral. Pra, tani që mbarun zgjedhjet që e mori Rama, domethënë 8-6, po themi Durrësin, tani po bën makjazhin e Ramës sepse është vetë ai që do heq 2 deputet dhe do fuz 2 deputet tjerë cilët ndoshta nuk kanë lidhje me krimin, që janë me 5-6.000 vota aty nga lista. Pra, kjo ka ndodhur në Elbasan, po më së shumti besoj unë ka ndodhur në Durrës. Prandaj unë personalisht duke qenë kandidat i atij qarku i kam bërë thirrje Spakut që telefonin tim, këtë telefonin këtu, ta venin përgjim. E di që duhet urdhër mandat, po ta venin përgjim për me kuptua ka ble unë vota si Aulon, apo ka ble dikush tjetër vota atje. Sepse ato votat që ti the, mbi 8120 tani, pa 4 kuti cilat nuk janë numëru, dhe unë jam në një proces, po e ndjek proces, se do kemi mundësi për të diskutu, janë votat ndoshta më të pastra në Republikë. Nuk kam ble asnjë vot, nuk kam shantazhu asnjërin, nuk kam dhënë asnjë premtim këmbim të votës. Jam njëri i cili kam dalë para qytetarëve me një fushat totalisht modeste. Fushata ime i ka kalu, domethënë nuk i ka kap 7 milion lekë vjetra. Unë do të deklaroj, do jem kandidat i parë që do të deklaroj në KQZ. Dhe jam i njëri që kam dalë para qytetarëve në 2 natës, në 3 masdite, në 10 paradite, me dur në xhepa, duke taku njerëzit dhe duke vendosi komunikim me ta. Kur kam thënë që të vendose telefoni im përgjim, ku e pe këtë bandave, Don? Jo, bandave, po është shumë e qartë. Don, ti vetë kandidove në qarkun e Durrësit. Çfarë peti dhe çfarë institucione Po pra, ajo që pashun është që banda, të paktën 2 banda morën nga i kandidat përsipër dhe i mbushën me vota. Vota cilët as ata nuk i dinë se si i kanë marrë. Pra janë konkubina, nuk janë kandidat. Tani ti jemi realist. Unë maj qëndrimet e mia për rezultat në Partisë Demokratike, kam menimet e mia, por ne këtë duhet ta themi, dhe ne jemi njerëz publik dhe duhet majmë qëndrime. Unë nuk jam dakord me shumë analist, me shumë gazetar që dalin në studio televizive dhe nuk majnë qëndrim për këtë deformimin e votës që ka ndodhur tani. Kësaj radhe ishte akoma më keq. Pra, 2 kandidat, po flas vetëm për qarkun e Durrësit, ndoshta mund mos i kemi më, do mbeten vetëm kandidat, sepse u goditën te grupet e tjera. Më mirë dhe ne dhe publiku. Besoj se krejt qartë jam duke folur. Jo, don si ndikonin këto banda? Çfarë keni prova, që do mund të thuhet do okej, është 20.000 vota mori njëri, 18.000 mori tjetri, nuk e di, po ai njeh Babaramo, i njeh të njerëz, i ke dëgjuar në jetën tënde? Jo, nuk i kisha dëgjuar. Prandaj po them, si mund marrë njëri 21.000 vota kur ti që je gazetari më i vëmendshëm na fol edhe për 26 majin e zgjedhjeve që janë bë batatia. Po para se të fillojmë. Po flisnim para se të fillonte emisioni, ti nuk i njeh këto personazhe dhe këta marrin nga 21.000 vota. Kjo është pyetja e madhe. Pse nuk i mora unë 21.000 vota? Unë besoj që i kam bë 2 gjona për Shqipërinë, nuk kam bë namin, a më kupton, po aq sa kam bë. Pra, thonë do që ne jemi me njerëzit, ju qajmë hallet, jemi për ditë, jemi në komunitet. Po mirë, dakord, në rregull. Unë menoj që nuk është kështu, domethënë. Kështu e menoj unë, ndoshta jam i gabum. Unë nga terreni vi, unë o kam bë fushatën, ose kam bë njëri. Unë se po thon rezultat surprizor, për mua nuk është rezultat surprizë kjo që kam marrë, sepse unë kam qenë me hallet atij komuniteti. Gjithmonë, kur ka ra tërmeti 26 nëntorit, hapa 3 muaj qendër vullnetare në Bub, që i kam shërbyer atyre banorëve, hapa mens, i kam dërgu veshmbathje, i kam dërgu kontenier banimi, kur është përmbyt fushkruja kam qenë aty për hallet e Krujës, o kam folur, nuk ka fol njëri tjetër, që sot Kruja nuk ka as prokuroria, as gjykat, as komisariat policia, as hipoteke, ja kanë heq gjitha zyrat, e kanë qeru Krujën fare, nuk ka rrugë për më shkuar. Vetëm më shpjegoj një gjë Don, se pak veta flasin, po në Krujë dhe në fushë Krujë, Partia Demokratike ka fituar. Po. Qa ka ndodhur Don aty, se dhe aty ka pasur? Po ka pas, patjetër që ka pas. Apo ato... Fushkruja u fitu pas 18 vitesh nga Partia Demokratike. Apo janë tërhequr ato banda që ishin aktive aty? Shiko, unë jam qumë fushkruja, nuk e kam më hunë e herë që jam nga fushkruja, edhe kam dalë në të fushat atje si qytetari ati veni, edhe i kam kërku besën atyre qytetarëve cilët më shtetën. E fitum pas 18 vitesh. Në Krujë kam dalë njeriu më i votum, në Thuman kam dalë njeriu më i votum, në Bupq kam dalë njeriu më i votum. Pra, po të flas për komplet zonën që është aty dhe u fitu Bashkia Krujës mbas 18 vitesh. Tani, a ka pas banda? Po më ka pas. Ti jemi realist, a më kupton. Por që në qarkun Durrës, që e kap dhe Kruja dhe Fushkruja, porti Durrësit, bandat që kanë lëviz rreth e qark aty, kanë qenë në prezencë tjerë zakonshme. Ti jemi realist. Kështu që në mënyrë të patronazhume, të paktën 2 kandidat aty janë totalisht lidhë me krimin organizuar. Kjo është pak, po e vërtet. Tani, ne në fakt... Rezultati ka që i thellë.
mandati i 4. Unë do të thoja, jetojmë komplet në një absurditet politik. Si shpegohet do? Sepse... Se mund të më thuash do mandat të 4 mori dhe Merkeli. Po, do të shpegoj Merkeli që do nga mandati në mandat, i uleshim e niste me koalicionin me 2 parti, mandatin tjetër me 3, mandatin tjetër me 4, sepse merrte gjithnjë më pak vota dhe i duheshin më shumë parti në koalicion për të qëndruar në pushtet, ndërsa këtu nga 74 mandate në 83. Ka një problem edhe ne duket sikur jemi futur në një rreth vicioz dhe analizojmë këtë absurditet politik, por zgjidhja është përsëri politike, se nuk është vetëm nga vullneti i qytetarëve. Po të shikojmë të gjitha të dhënat që ka Partia Socialiste për shtresën gri apo edhe për jetën e qytetarëve, dihet që i ka me minus. Emigracioni po, çmimet e larta po. Në anën tjetër shikojmë edhe si pas statistikave që kanë dalë kohët e fundit, shikojmë që ka një vit kuqe që truri po largohet nga Shqipëria. Edhe në gjitha analizë, ne shikojmë që pushteti Edi Ramës centralizohet. Dhe një e favorizon sistemi zgjedhor, sepse ne nuk duhet të harrojmë që kur analizojmë sistemi zgjedhor e favorizonte Ramën që në moment kur është bërë marrëveshja Rama-Berisha për kodin zgjedhor. Gjithashtu duhet të analizojmë që politikisht nuk ka asnjë doktrinë politike që mund ta shpjegoj, siç e prekët dhe ju, rastin e Merkelit, çdo palëzjedhje, një qeveri e cila ka konsum politik ulet në vota, kurse Partia Socialiste rritet mandate. Është dhe ky një absurditet tjetër dhe për më shumë, edhe po e lidh dhe me fjalinë sot që thoshte ne do të shkojmë drejt vetë korrigjimit, nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka ndonjë doktrinë politike që pushteti të vetë korrigjohet se sa pushteti i tepërt apo i shumt të çon drejt korrupsionit. Në qoftë se qëndrojmë përsëri në këtë absurditet, ne kemi përsëri dhe brenda Partisë Demokratike. Kemi njëtin njeri që ka luftuar në 90-ën dhe ka thënë thirrje ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, dhe pas 35 viteve, pra më kam lindur në 90-ën, sot pas 35 viteve kam po të njëjtin njeri i cili thot unë do ta bëj Shqipërinë si Europa. Është dhe ky një absurditet që askush nuk e flet. Kemi përsëri një absurditet që kjo parti, që lindi si parti dhe si një bërtham anti-establishment edhe për të rrëzuar sistemin totalitar, sot kanë krye një person i cili është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, që nga mëngjesi deri në darkë emisarët e tij politik përdorin fabula që me Trumpin do t'i shbëhet non grata, nuk ekziston më, ka ikur, do udhëtoj sot, do udhëtoj nesër në Amerikë, dhe në anën tjetër, qëndrojmë përsëri në absurditet politik, ku partitë e reja, të cilët kishin qëllim çarjen e sistemit, kishin në qëllim ndryshimin nga këto 2 partitë e establishmentit, bën vetëm një fitore që nxori një mandat edhe Partia Mundësia nxori 2 mandat, Lëvizja Bashk 1, dhe tashmë e quajnë si triumf, por në fakt as ata nuk kanë arritur të fitojnë asgjë. Dhe në këtë absurditet politik është e pritshme edhe në librat apo strategjitë e luftës të filozofit kinez, e shpjegon mjaft mirë që kur ka kaos dhe copëzime brenda kundërshtarit. Po i referohet Sun Tzus. Po, Sun Tzus. Ose përdora si kështu për çështje emërtimi se kinezë, dhe dihet që ai që është pushtet fiton. Dhe ka dhe një narrativ që mua nuk më pëlqen fare i lirë, të jemi sinqert, që a hedhin fajin qytetarit. Në 30 vite, pushteti politik ka deformuar strukturën sociale dhe tashmë nuk mund bësh me faj qytetarët pse nuk të votojnë. Se ne duhet ta marrim nga gjeneza, kur e analizojmë një ngjarje, ne nuk mund të themi t'ja hedhin fajin atij qytetari që shitet. Se nëse klasa politike atë e ka varfëruar, në fund ditës ne jemi qenie ekonomike, nëse e sillim koncepte filozofike. Dhe ti nuk mund ta bësh me faj. Mirë, se thua do nuk mund ta bësh me faj, po nuk mund ta bësh me faj. Pash një video, nuk e di, nuk ma mundson regjia apo jo. Një fermer andej nga fusha e Korçës. Thoshte i kishin ngelur mollët, pa shitur, prodhimi stok e hidhte në lumë devollit. Dhe thoshte 2 baçe i kanë prerë, thoshte. Vetëm një më ka ngelur, po votën
I preva, tha, sepse si a vlen t'i mbaj. Votën dhe aja Parti Socialiste. Sepse në 35 vite, klasa politike shqiptare ka përdorur një gjuhë polarizuese dhe një gjuhë urrejtje. Dhe secili prej qytetarëve, për shkak të kësaj gjuhë urrejtje, për shkak të kësaj të gjuhë polarizuese, për shkak të kësaj trysnie, merr ato, do thoja, merr atë masat e veta mbrojtëse dhe thot më mirë në këtë situatë se sa të vinë ata tjerët edhe ku e di se çfarë do ndodhi. Sepse prandaj them nuk duhet ja hedhin fajin qytetarëve por klasës politike. Është e lehtë. Pra s'kan dashur të kalojnë nga shiu në breshër. Po, është e lehtë, po them vetëm diçka. Është e lehtë që ta hedhësh fajin te qytetarët, por duhet ta shkojnë fajin te klasa politike dhe te ata që e kanë drejtuar politikën. Atëherë, ne jemi duke bërë edhe si më duket Baba Rama sikur në filloi një 4 vjeçar nga e para, duke thënë të njëjtat gjëra që kemi thënë në 4 vjeçarin e kaluar. Vetëm me ndonjë element më të ri, të njëjtat kemi thënë për 2021-shin, është i njëjti sistem, pak më brutal këtë radhë, i dalë më hapur. Dua ta nis analizën time tek fillimi i pyetjes që i bëre Aulonit për pyetjes si tu duket Edi Rama atje. Nuk dua të merrem me gjuhën verbale, se ishte bosh, por dhe aty ka një mesazh, 2 mesazhe më saktë, por doja të merresha me gjuhën e imazhit. Kush e shikon, nëse e merr atë fjalimin e Edi Ramës dhe ja heq zërin dhe shikon vetëm portretin, imazhin, shikon një njeri të dëshpëruar, ose një njeri që jo që sigur ka fituar 83 mandate, po sigur i kanë vënë një bar, i ka vënë vetes atë gurin e Sizifit, që e di që do t'i rokulliset prap, pavarësisht se e ka çuar në maj, se është në maj me atë gurin, është në maj në pushtetit absolut. Dhe kjo vjen për faktin sepse loja e demokracisë në Shqipëri është dekonspiruar dhe në sytë të ndërkombëtarëve, se të shqiptarët shqiptarët e shkret, njerëzit e thjesht, tani vetëm janë të detyruar të hedhin vallen drejt fuqisë, andaj nga anon peshorja drejt interesit më të vogël për një vend pune, për një fëmijë, për një etj, ti nështrohen patronazhistëve. Ti nështrohen pavarësisht se e bëjnë me vuajtje. Por duke parë që gjitha kjo është një ingranazh që nuk e zgjidhin dot me ata vetë, sepse lart është vendosur lart ky ingranazh. Prandaj Edi Rama është do jap llogari për kapjen e demokracisë. Tani ne themi llogaria i jepet para. Llogari dha në 11 maj. Jo, nuk e dha sepse ishte ndeshje shitur në tavolinë me rregulla të shitura dhe me rregulla të përcaktuara. Me rregulla të përcaktuara për atë rezultat. Patjetër sistemi pati rotacion në 2013. Kur? Në 2013 pati rotacion. Lere pati rotacion në 2013 Baba Rama, unë në një studio tjetër para 2 ditësh dhe mu lëshuan, kam thënë që patronazhistët duhet të shpallen të jashtëligjshëm. Duhet të shpallen të jashtëligjshëm, të tregojnë të sistemin. Të jashtëligjshëm patronazhistët që punojnë në shtet, sepse Ilir Baba Rama, nëse ti vendos, është e vërtetë që patronazhistët në fakt i ka patur PD-ja më herët, si sistem që vjen nga perëndimi, si sistemi militantëve, si i partive elektorale që ndajnë zonat, këta i kemi tanët, që bëjnë kalkulime, ky duhet punoj më shumë me të lëkundurin e tjerë njerëzit e partisë. Por patronazhim me doganjer, me tatimor, me policë, me ata që të vënë gjobën, me ata që të vinë për ambientin, për çdo gjë, ky nuk është patronazhim politik. Ky është shteti që vjen dhe të kërkon rrogë dhe detyrimisht, se po e tregoj për herë të tretë, një miku im, biznesmen, një klient, një këmbë jashtë derës së lokalit, një këmbë brenda derës së lokalit, pinte cigare. Në kohë zgjedhjesh, në kohë fushat. I shkon patronazhisti dhe i thot, unë jam patronazhist, i thot, po jam edhe punoj atje tek Ministria e Shëndetësisë edhe gjoba është 2 milion lek. Është 2 milion lek. Po hajde ulemi flasim. Me kë po fliste ai? Po fliste me shtetin për ta ndarë që ishte këmba brenda apo jashtë, apo qoftë edhe për t'i dhënë një ryshfet, siç jepet në shtet, apo po fliste me partinë. Dhe u zgjidh puna me votat që kishte ai 20-30 me punojës. Dhe ky s'është patronazhim. Tani dalim tek thelbi i asaj që thash i Makros Baba Rama. Kush duhet ta kërkoj këtë?
Dhe kjo nuk ka ndodhur, kjo një lloj ka ndodhur 2021-shin më keq këtë radhë. E mban në 2021-shin Edi Rama tha mbaroni punën, ju tha policë ikni kapelet, pastaj i troqën veshin ndërkombëtar dhe u troq gjoja sikur troq, po su troq në praktik. Tani çfarë ndodh? Kush duhet ta kërkoj këtë? Unë? Ti? Jo, opozita. Dhe prandaj them që është ndeshja e shitur. Këtë duhet ta kërkoj opozita. Çfarë të bënte opozita më shumë? Në ligj, në korrik Po është në ligj. Administrata ndalohet. Jo. Të jetë pjesë e zgjedhjes. Patronazhistët që punojnë në shtet nuk lejohen me ligj. Babaramo, dëgjoj se do të thuash ti. Punësit civil nuk lejohen. O Babaramo, do të thuash ti tani që neve tani këto janë jo të drejtat e drejta politike. Kujt mund t'i tregojmë në këtë situatë më të drejtë? Po çfarë ishte ligji i dekriminalizimit, ligji i bashkët? Është ligj që shkel shumë të drejtat njeriut. Po e pati e pesi e shpartalloi. Një pjesë të asaj u ricikluan prapë. Dhe çfarë është ligji për spakun? Dhe për gjykatën? Po mo shkelje të drejta, se janë ligje emergjente në një shoqëri të kapur nga një oligarki e caktuar politiko-ekonomike kriminale. Dhe pa tjetër që do dhe ashtu, po kush do t'i kërkoj këto? Këto kanë çdo zgjidhje me pasojat të politikës, që zgjedhjet janë politike, por pasojat nga vinë po nga politika që është në parlament. Kur ti ke një opozit, o Babaramo, ne jemi në një situatë, ne jemi në një pluralizëm bolshevik, Babaramo. Dhe ky është problemi, nuk është problemi se ne prandaj do vim prap dhe do flasim, se ka dhe një 4 bashki tani zgjedhjet. Ne jemi në një vend që ky lloj sistemi ne na ka bërë bolshevike 2 partitë kryesore. A e kupton ti që te Partia Demokratike që unë i kërkoj që të paktën të fus, i kam kërkuar, ore si nuk futët rekomandimet e OSB Odirit për to gjëra, ta tha OSB Odiri, ta tha Apur than. Të gjitha këto ishte shumë i fortë ai raporti. Dhe po të them unë ka patur dhe përplasje mes Edi Ramës dhe kryesuesit të misionit të ish sekretarit Zanierit, Tashpra, për atë raport paraprak, sepse i tha të gjitha. Gjitha pavarësisht se vuri një pesë me undë të mbyllura. Por çështja është që ti ke një opozit, sepse ai tha në fund fare tha ne ju a kemi dhënë këto tha. Këto problematika tha që qeveria bën VKM në 2024 dhe e vën në zbatim një muaj para. Tani çështja është këtu apo fal gjobat e tjerë. Çështja është këtu dhe tha e interpretoi ligjin ngushtë. Çdo të thotë kjo që ka hapësira. Po këto hapësirat kush i rregullon? Parlamenti. Kush i kërkon? Opozita. Dhe në fund fare tha ne kemi kërkuar gjitha këto, por 2 forcat kryesore tha bashkuan votat dhe nuk i pasqyruan. Dhe këtu fillon i gjithë problemi i Babaramo. Dhe pastaj vjen puna që kemi një pluralizëm bolshevik, siç e thash, duan të qajnë demokratët e shkret. Ore si na ndodhi kështu të thonë, na kanë vjedhur, po si na ndodhi kështu, se po na ndodh shpesh, dhe i lëshojnë 50 veta. Mos qaj, i thonë. Mos u anko, mos kërko pamjet filmike. Kur të themi ne dhe atje ku të themi ne do t'i kërkosh pamjet filmike, dhe kandidatë. Jo, s'është e vërtet. Është shumë e vërtet. Berisha dhe sot deklaroj doon që kushdo është i lirë të veti... Dakord, leri propaganda. Ndërsa tani frymë. Se bën PD vetë atë? Tani, ta bëj partia. Tani, Babaramo, e ta mbarojnë që këse fa. Dhe, nga ana tjetër, kemi një kryetar partie, i cili dalin 2-3 kandidatë dhe thuan duan pamjen publike dhe ai ju dërgon mesazh. Mos na hiqni fytyrën dhe ata të riqen. Çfarë është kjo? Ky është pluralizëm bolshevik e quaj unë, bi bolshevik madje. Tani, një gjë ta them, dhe mbarova, domethënë, i drejt më fal, një gjë ta them. Këto zgjedhje janë inxhinieruar, ka qenë fort krimi organizuar dhe të gjitha. Por në makro, kjo duhet parë tek sistemi. Tani, kush e zgjidh këtë çështje? Kjo lloj opozite nuk e zgjidh dot. E pe çfarë tha ai atje? Tani, mos je pak kontradiktor, se edhe thua doon që zgjedhjet u vodhën, edhe po janë vjedhur çfarë ka opozita. Dëgjoj. Ku është mundur është vjedhur Babaramo? Është bërë masakër. Është inxhinierim, është më shumë se vjedhja Babaramo. Inxhinierim është ta vjedhësh bankën, i ke para ata filmat në mënyrën më të sofistikuar, jo me kallash. Nuk është vjedhur me kallash. Babaramo. Nuk është vjedhur si dikur në kohën tonë, si në 2001-shin, që vinte drejtori i policisë e merrte kutin atje, kur ishte kryeministri Ilir Meta dhe çonte andej dhe ikën të gjithë ato mandate. Ose siç i futën armë në lokal një kandidati. Bravo, e mban mend. Tani, nuk është më ajo. Dhe pse e quaj inxhinierim? Po të shlidhje ka, a është deformim?
mua nuk më intereson, a është deformim, dhe është e vërtet që shumë mandate do bien, dhe të presim pse po hesh SBA-ja. Për mendimin tim, po hesh SBA-ja për dy gjëra. Gjëja e parë, sepse në fakt ka dhe nga trestu, që prapi mashtrojnë demokratët ose opozitarët e thjeshtë. S'do t'i njof, do t'i njof. SBA-ja kur as ka njofur, as ka edhur por zgjedhje. Po mban qëndrim. Unë prandaj dua ta saktësoj. Dhe pse po vonon për të mbajtur qëndrimin? Një, në SPAK ka shumë materiale, shumë përgjime, po ka nga dy palët fatkeqësisht, më shumë nga qeveria jashtëzakonisht, ka fijet është duke hetuar fijet e krimit të organizuar që ju kanë dalë dhe ashtu. Efektet janë politike. Nga në SPAK që ka bërë të ditur, rastet që kanë nisur hetimet janë vetëm për kandidat të opozitës. S'di në një rast. Jo, se s'janë vetëm të opozitës. Unë po flasë e gjitha në hetim. Tashin e qose po jetojnë troplinët, nuk po jetojnë vetëm për drogë. Tani leri këto sepse troplinët po jetojnë për ngjarjet e vitit 2018. O zotrin, nuk është SPAK-u komisariato. S'është as prokurori e thjeshtë. SPAK-u nuk i intereson fare më vlla kujt ju vodh, kujt s'ju vodh, pse ju vodh, kush ju vodh. Hetimet, këto lloj hetimesh për të arritur, sepse për mendimin tim nuk është hetim, nuk është punë, edhe është e drejtë që mund të thuash për mua le t'i lirojnë ai që shkapur duke fotografuar apo dha atë telefoni. Nxirri më jashtë ata 2-3 të shtabeve të Tomdoshit. Ore për mua liroj ata. Është si puna e vijës së kokainës kjo. Ajo, puna e fotografimit të dhotës është si puna e vijës së kokainës. Nëse ti kap një njeri duke pirë kokainë lokal, hetimi SPAK-ut duhet të jetë, prandaj strukturë posaçme ta ndjek të vijën deri në Ekuador. Bravo. Dhe deri te financuesi vijës. Kjo është dhe puna që duhet bëj përzgjedhje. Pa po të bëj nga këto që thoni juve, 5 nga opozita, 5-7 nga jo. As më intereson fare kur mos i bëft. Unë doja ta filloja pak aty ku e nisi dhe Avloni, të gjuha e Ramës që përdori Partinë Demokratike. E para njerë, nuk është një gjuhë e denjë dhe është për turp të Ramës që e përdor, për Partinë Demokratike që është aset kombëtare para punës. E dyta punës, nëse Partia Demokratike është parti, edhe krijon debat me të mirat, me të këqijat e kësaj, me debate e brendshme, problematikat e brendshme, paktën është parti. Ajo që ka Rama nuk është parti, ka kohë që s'është parti, është një organizatë elektorale, vetëm partisë është ajo. Ju e dini kush është sekretar organizativ të Rama, kush është nënkryetar, kush e dini ju që në faqen e Diti kush është kryetari i Partisë Demokrate në Amerikë apo kryetari i Partisë Republikane? Edhe një herë, nuk është e njëjta gjë. E dini ju që në faqen e internetit të Partisë Socialiste nuk është statuti? E dini që na është dashur neve ta gjejmë statutin se nuk e gjenim kurrë. Bravo, në Amerikë dimi gjithë sigur që presidenti nuk është kryetar asnjëherë. Kurse këtu kemi të sigurt që ministri është sekretar organizativ, që kryeministri është kryetar. Do të thoshë diçka, nuk gjenim dot statutin e PS-s. Është një parti pa rregulla, nuk është parti më praktikisht, është një organizim elektoral. Rama e mori nga parti e bëri një qenie amorfe, një organizim amorf që nuk e din edhe vetë ata çfarë është. Ke partit mbajnë qëndrim ata? Ka ndonjëri qëndrim nga ata? Ka ndonjëri në politikë ose mbajnë qëndrime mbi politika sociale, politika djatha, politika... Ata njerëz kot më frymor që dalin aty vetëm se i jep Rama. Ja nxjerr diellin Rama, ja heq diellin Rama. Ja njerëz që e kanë humbur dhe ata pak socialistë që janë, sot numërohen me gishtat e një dore njerëz, brashe 2-3 tjerë. Të tjerë i ka zhdukur fare. Domethënë ai ka tjetërsuar në gen ata. Edhe Panderi Majko kur u prishte atri, prishi gojen, domethënë nga sikleti i madh. Domethënë këta njerëz janë atje. Unë nuk po them, unë nuk kam asgjë me socialistët e ndershëm. Edhe ata munduan për të kenë një organizatë, një strukturë, të jetë me të vërtet një parti për ta. Po nuk ka më, e ka xhbër Rama atë, nuk është parti. Po, fiton. E ka ngritur vetëm për atë qëllim. Ka humbë thelbin për cilin duhet ngritur një parti politike, por e ka bërë një strukturë që fiton. Gjen formën si e bën. Bravo i qoftë. Çfarë ju tha sot? E dëgjova një fjali. Që nesër tha fillon puna tha për zgjedhjet lokale. Po pra po, e tha në çdo palëzgjedhje ka atë, dhe e ka strukturë elektorale, është posaçëri. Po kush e keqja pastaj? Ja po ta them unë. Jo. Po janë ministra ata, ja kush e keqja mo zotri? Ishin gjysma janë ministra. Unë nuk çaj. Janë shtet, nuk janë shtet. Unë nuk merrem me kundërshtarin, me të drejtën. Po ç'të keqje ka që ministri të shkojë të shtunën bëj takime elektorale. Po Baram, unë nuk e shoh fare problemin te kundërshtari. Kundërshtari ka drejt për të fituar, përdor gjitha skemat e mundshme për të fituar. Unë them si do fitoj unë. Si do fitoj Partia Demokratike. Unë nuk e shoh zi komplet atë çka ndodhi në këto zgjedhje.
Ka... Shenoj rrezë shprese ti? Ku e shek të rrezë shprese? Ja, te Kruja. Nuk ka banda Kruja. Ka banda Kruja. Po ato që u goditën dhe ndoshta janë të rregjur kanë pa hallën e tyre. Si u goditën dhe u të rregjur, po pse këta tjerë nuk janë goditur dhe nuk janë të rregjur? Gjithë kërkimi janë këta. Të gjithë janë kërkim. Ta sqaroj zoti punë. Ja, një minutë. A ka banda Kruja? Po ka një betejë elektorale që ka filluar me vite atje. Kur u bë puna rrugës që bllokon rrugën, dolën gjithë bashkë ata. Nuk ishte njëri vulës, njëri pa vulës, njëri se do të kem vulën pak më vonë. Edhe kur vinin element tjerë, mbanin qëndrim ata, ishin të strukturuar. Edhe kam punuar të gjithë bashkë. Dy të rinjën atje. Është Auloni, janë mërzitur dhe rajat, janë mërzitur dhe rajat me Edi Ramës, se nuk i mbrojti do tani. Më ndërpret logjikën. Ishte dy të rinj, dy asetë të reja të Partisë Demokratike. Auloni dhe Andja. As banda s'kan këta, as fuqi ekonomike, as element të fort që t'i vina, fare, në kem dilin ata, vetëm. A e mundën makinerinë të mërshme elektorale të Edi Ramës, a e mundën. E diti që Kruja ka fituar me 10.000 vota para 2 vjetësh apo jo? Bashkia. E mbyti për PD-n, e mbyti. Me një kandidat ishe, edhe mbyti ati. Si ka mundësi që ti vike 2 element të rinj, edhe fitoke. Si ka mundësi që ti fiton Kallajën është zotëri. Ke gjithë partinë që una të rinj njërës element shumë cilësor. Me të voturin e primareve të Tiranës, që ishe kryetari Degës Kavajës, nuk e futën listë fare. Fitun prapa ta. Me 53%. Si ka mundësi që ti me Bert Milushin në Mirdit fiton? Si ka mundësi? Nuk ka qeveria atje, nuk ka shtet atje, nuk ekziston makineria elektorale Edi Ramës atje? Nuk është komplet panorama e zezë. Ti bëre pyetje retorike, po përgjigjet do t'a japi Auloni. Po pa tjetër që do më japi Auloni, se ai ka parë vet atje. Unë po të them, ai Rama bën ç'është e mundur që të fitojë, ai është njëri pa skrupullt. Nuk ka rregulla loje, nuk do t'ja di fare për të respektuar ato rregullat që kemi vendosur gjithë bashkë, por ai bën ç'është e mundur për të fituar. Ai kështu e ka ndërtuar politikën, kështu ka ndërtuar edhe Partinë Socialiste. Ne çfarë do bëjmë? Neve çfarë do bëjmë? Me Tritan Sheun që nuk i dhe mundësinë të shijoj pensionin e deputetit, që ta dinë dhe shqiptar pensionin e deputetit është diku te 2 milion lekë, nuk i jep mundësinë Tritan Sheun të shijoj pensionin. Shkoj për peshë. Aty derisa frim fundit. Edhe del Tritani pasaj, jep dhe konferencë thot, po kemi rezultat fantastik në Gjirokastër, 30%. Po ç'a ti thuash këtij dje, kupton ti apo jo? Një kemi marrë, thot, një kemi prapë, në rregull jemi ne. Mira, themi donë që Tritania të Indrit, thelbi se... Po jo më jo, se ka Tritani, se tani duhet diskutojmë problemi, unë të kuptoj, për problemi që ndronë tek sistemi. A themi donë pak më parë që Rama i qiu të gjithë. Tritani është themelues. Ka qenë ministri parë, të vetë me të reforma që janë bërë në shëndetësi, janë bërë kur ka qenë ministri Tritan Shehu. Po them gjë tjetër, ore. Është politikan me njojë ndërkombëtare, me kontakte ndërkombëtare. 3 vjetë që kërkon vota, mërë, u lodhën dhe njerëzit, mërë, o prap, mbi, i kem prap Tritani vota, po bol, ka limit, çdo gjë, bol. Edhe i për vetën e vetë, mërë, nuk e ka malin të njerëz, nuk e ka mas të Partia Demokratike. Dhe i për vetën e vetë, se dhe njëri ju du të kuptoj, do të ketë një sens limitim. Edi Palokat e pyetën orë tha, ke thënë që do japësh dorëheqjen, po sfitum. Deshe shqeu gazetari. Deshe shqeu. Se bëri një pyetje lidhe me premtimin që ka dhënë vetë, se këta janë edhe të çuditshëm. Por kam edhe një thirrje për PD-n. Demokratët fatkeqësisht janë dorëzuar. Sali Berishën e kanë aty pyk deri sa të ketë frymë. Janë dorëzuar komplet. Të bëjë të mundur, dalit thot, ore nuk merrem me këtë punë në i vodhës, se po i marrin demokrat për budallëj, realisht po i marrin për budallëj. Unë do rri deri sa të ketë mundësi, edhe demokratët dinë që kanë atë sa të ketë ai mundësi e frymë, edhe nuk do merremi të lodhemi kot tani lart të poshtë japi dorëheqje. Po është budallëk, po gjithë debatit për ti kur Berisha është budallëk. Nuk ikën. O sefa, se ti e i ri. Pyete çik Babaramon, ore. Nuk ikën. Ore, po ky është debati i vjetër, o zotri. Poli, se ndryshoi dhe statutin, të mbledhi Këshilli Kombëtar, ta ndryshoi atë nini dhe ta bëj. Ore, është debat, kryetari ikën, Ore, ç'po kemi neve më burr me këtë debat? Le ta mbaroj pak. Kryetari ikën, kur humbet zgjedhjet,
përveç Sali Berishës. Po lere më se s'ka lidhje. Tjetë për ata të rinë që do vinë. Po nuk ka Sali Berisha nuk kikë. Dëgjoj një sekund. Po ç'është kot më që e ngrenë? Ore janë për mua janë budallinj ata që e ngrenë dhe që e kërkojnë më valla. Si që e kërkojnë? Po ja më ta shpjegoj unë. Pa qenë kjo situatë që kryetari i opozitës, që është Sali Berisha sot, kur të filloj gjyqi atje të shkoj titulli që nga muaj pari. Kryetari i opozitës i pandeu. Nuk është për mua e kam po prit ta mbaroj. Dëgjoj, ai është të drejtën e tij biologjike, kurse për PD tani mund të ndihmoj Baba Ramua, me që po shkruan dhe kujtimet që e tham, apo përpara ose herët polis, mund të kujtoj Baba Ramua. Po pse këtë situatë? Po është prit. Se jeni të vegjël. Ore, ka është ngritur Pashkua, është ngritur Neritant Seka, është ngritur Pollua, që ishin të parë në Bodrume kanë bërë PD-n dhe ka vajtur më vonë Berisha, është ngritur Azem Ajdari, vlla, është ngritur dhe përjashtuan nga partia, edhe nuk atëherë po që ka qenë debati tjetë po si të Berisha, edhe nuk kanë fituar. Ti tani thuat sot më debat sot me këta nga të listën e mbyllur. Nuk e kam me Berishën debatin unë. Është shërim. E kam me demokratët orë. Demokratët... Ja më kishin alternativ Lulzim Bashën, që morin gjithë Shqiprin, sa mori Lulzim Basha si individ? 30.000 vota në pak në 2021, 37.000 pak. Po më si individ sa mori? 16.000. Po. Qofse këto zgjedhje. 16.000 si individ. Në këto thua? Thashtë e the 2021. Jo, më jo, tani po themo. Qofse këto zgjedhje kanë dhënë një panoram qartë edhe për këtë pikërisht. Që demokratët të hapin horizontin. Se ngelen dy emra. Ka njerëz tjerë sa dushëm, ka ngel për deja të dy emra. Tani tjetëri që, nuk e kam me Berishën fare të patit. Berisha është në drejtën e vetë, unë e kam deja vu këtë, e di. Tani, mua më vjen keq, pse janë kaq meskin me demokratët thonë që neve, do mbajmë një qëndrim bas 2 muajsh, kur dali raporti përfundimtar, se ne tani do denoncojmë farsën elektorale. Ta marrë me radhun Zoti Baba Rama që ka PD 2021-shin? Ka kundështuar çdo qark 2021, ku Zoti Logu, Marash Logu, bante ato referimet nga 6 orë lexim në kas, apo jo, për çdo qark. 6 orë, për çdo qark. E ka bërë 2021 PD-ja. Këtë që po bën Saliu tani, e kupton? Që po bën Berisha tani. Ka bërë librin e zi të zgjedhjeve, që ashtu gjithë organizatave ndërkombëtare, ambasada e drejtë shqiptare. Tha që tani fillon betejë e vërtet, edhe atëherë kështu tham, tani fillon betejë e vërtet. U tha dhe atyre që mund mos të hymë në parlament të bëjmë një kështu grevurie gjitha këtë merat. Kjo së shten këtë ratë. Do me thënë. Jo, Aulon? Do me thënë, jemi identik. Mjafton të heqesh nga ekuacioni Lulzim Bashën, edhe kuptojnë që pas ka qenë e njëjta gjë. Pra do që tha, çfarë ndodhi në... Unë nuk jam dakord me këtë pjesën e fundit, do më thënë, shiko unë... Në Kruj, çfarë ndodhi? Flasim për Krujën, apo të flas për denoncimin e zgjedhjeve? Për të dyja bashkë, po nise me ato pyetjet retorike që bëri Sefa. Po. Se u fitu Kruja. Po. Tani do të flas për fushatën time, do më thënë, po ndoshta do mërziteni pastaj se unë jam marrë vetë me na paragjykon. Do flasësh, Aulon do flasësh makro. Kam qenë Baba Rama se më keftu, e qenë gazetari i parë që më keftu, edhe duhet falenderoj publikisht që më ka hap derën këtu, se na kërkuan dhe lek neve për me dalë nëpër televizion. Unë jam gazetar dhe pagusha lek me dalë në televizor, e kupton? Që ti je realist. Kanë kërkuar koleg don për të Po. Televizione tjera, televizione tjera pra tani, nuk ta thot ku po. Tani, unë po të them, na ke ftuar në emision këtu edhe të falenderoj që më ke kriju hapësirën për me fol, po kur të kam fol për hallet e Krujës së ditë nuk ma le ta mbaroj. Jo, se pyetja ishte për zhvillime totale për politikën kombëtare. Unë kam fol vetëm për hallet e vendit aty, pra ne u mor rezultati. Prandaj po të them, do mërzitesh tani po të flas për problemet atje. Se kshu fitu, unë kshu e gjykoj. Ç'a bëre ti ndryshe nga... Po të them pra, ndryshe e para herë bëra që u fitu, ai vend atje. Kupton? Pra, pas 18 vitesh u fitu. Unë ishte hera parë që kandidoj atje. Tani, thash dhe herë tjetër, unë ju premtova krutanëve që do ktheheshin prokurorinë, gjykatën, hipotekën, stadiumin e Kastriotit që është emblema e historisë shqiptare, kanë kthyer në një vend që hidhen qendën e rrugës aty. Është një qytet që nuk ka dhënë akoma shtëpitë të tërmetit. Pra, qeveria shqiptare, Po janë ndërtuar ato, erdhi janë ndërtuar më burr. Pra ky është problemi. Po erdhi dhe Erdogani aty. Po pra, jo ka qenë Laç Erdogani, ka qenë Rama, ja u dha çelësat banorëve. Para kamerave dhe ju kanë marrë vonë. Pra, unë prandaj do jem tani si me mandat, si pa mandat, do shkoj dhe do kërkoj drejtat e atyre njerëzve. Sa apartamente janë kështu?
Po pa funë, po apartamente pa funë, problemi... Janë bosh akoma? Po janë bosh më burë, a kupton. Pra si ta ja i morën bëj thirrje kryeministrit Rama, në vend që ta quaj PD në Turak, shkoj të zgjidh hallet e Krujës dhe t'u jap çelësat banorëve që sot e kësaj dite dergjen rrugëve dhe kanë 2 vjet që pagujnë Se kjo është... pagujnë qeran me Vërtet do për çdo nuk të paragjykoj. Çoj kamer nesër. Po si tjetë ajo bosh? E ta është tjetërin qadë... Bosh, në Po Kruj 1. përse, qa ju thonë? Në Kruj 1, ja ta them unë, do ta them se do të them dhe lajm. Në Kruj 1, në Fush Kruj 15 familjet e Pallati Beqarëve, në Manës gjithashtu dhe në Durrës po ashtu, pra janë të gjithë qarku që është godit nga tërmeti 26. A ju kërkojnë lek dhe aty o do nësi punë e studiove që të kërkuan Lek ata kanë paguajtur, tani çka kanë ndodhur? E para në Kruj janë ndërtu 82 apartamente mangut, sepse kanë marrë patronazhist sa shtëpi aty. Domethënë njerëz që nuk ju ka prish shtëpia kanë marrë apartamente dyta dhe atyre që ju ka prish shtëpia nuk kanë marrë banesë. E dyta, kanë 2 vjet që banorët paratë e qeras i paguajnë nga paratë e veta, nuk marrin atë që quhet bonus i qeras. E treta, ka një hetim nga spagu, unë e marr vesh se kam investiguar rastin, ka një hetim nga spagu dhe ai që kolaudo banesat nuk firmos për dhënien e apartamenteve. Tani të dalë kryeministri Rama dhe ta zgjidh këtë problem. Unë do merrem me këtë çështje deri në fund të jetës time, po ta them me sinqeritet, sado që të zgjasim me mandat, pa mandat unë do jem atje me ata njerëz, sepse janë ata njerëz që mu më dhan këtë fuqi tani që të vi këtu dhe të flas te ky televizioni jot. Është shumë e rëndësishme kjo tani. E dyta, i kanë heq çdo institucion Krujës e kanë kthyer në një qytet varrez. Duan me çu të gjithë turistët on Gjirokastër ose në Berat. Jam shumë pro, janë qytete të mrekullueshme, por nuk mund ta lesh Krujën pa rrugë, burim aksident. Se paragjykon tani do. Se paragjykoj. Pash një dialog në frëngjisht me një francez të zotit Berisha në pazar të Krujës. Aty kam qenë. Po tani pse thua do që i çojnë në Berat, i çojnë në Gjirokastër? Tani aty kam qenë. Tani ç'a ndodh? Edhe herë. Lutem pra. Unë po të them që prioriteti i qeverisë është që Kruja të marrë fund si qytet. Këtë po ta them me sinqeritetin më të madh. Nuk e di pse e kanë personale me atë lloj qyteti. E kanë lënë në harres, është kthyr në varrez, në orën 5 masdite nuk ke as gra as fëmijë as pleq në qytet. Është qytet Drama Sultan Mehmet i dytë, e ka me Krujen. Po ta them pra, tani 2 herë është helmu Kruja, po ta them me sinqeritet. Herën e parë nga Sultani që te puset e Kalas hodhën mit ngordhur, dhe herën e dytë është helmu nga Edi Rama. Dhe asnjëri s'ma përgjegjësi. 1500 banor kanë marrë trajtim në spital. Me që jemi te spitali, kanë hedhë 6 milion euro të spitali, spitali Krujës ka banjo kolektive. Banjo kolektive në spital. Epidemi, e dini se që e në banjo kolektive. Pra në spital me 6 milion euro. T'ju flasë për Krujën, e ke ngjuar të kongën e pleqve të Krujës, atje mas kalaj një bache me lule? Po. Tani është atje mas kalaj i bache me ferra. Pse? I 100 metra nga kalaja Krujës, pas që quhet zemra Krujës, lagja Berbere, shkollë mbyllur, si pasojë e shpopullimit të Shqipërisë, dikur me 300 fëmijë, sot shkollë mbyllur, kopshti mbyllur në qytet Krujës, nuk po të flas për malsinë e Krujës, që vetë censusi e thot 48% e shpopullume, sipas meje 65%. 4 kullota ka gjithsej, 1 kullot me 100 bakti, do më thënë 4 barin malësit Krujës, që thonë këto qafshtama, shumë e bukur, turizmi, alpinët e tjere. Ora është qytet totalisht i rënum, me malsin, shkojmë pak në Borizan, një nga fshatrat më të mëdhenj të Shqipërisë. Fshati më i madh i Shqipërisë e merr emrin nga burimet e Zanës, prandaj quhet Borizan. Nuk ka ujë sot. Nuk ka ujë, nuk ka rrugë, nuk ka asgjë fare, pra është një fshat totalisht i rënum, vun ndotjen, vun shpërthimet. Ora çfarë them unë tani, domethënë është qytet totalisht i marrum. Pra ky është rreth i Krujës. Do t'ju flas për Fush Krujën, t'ju them vetëm 2 fjalë më burr. Kemi qenë bashki, jetojnë 50.000 banorë, na kanë kthyr njësi administrative. Ora si ka mundësi më vëlla, se po flitshim pak më parë për disa bashki të çuditshme në jug. Nuk jam krajinor fare. Ta ketë Libohova bashkin, ta ketë Këlqyra, ta ketë Tepelena me Malia, jemi 50.000 banorë më burr. Kemi qenë bashki, na kanë kthyr njësi administrative. Është çmendurim vëlla. Referendumin nuk e duam, po ta them me sinqeritet nga kjo studio, të majt dhe djath do vontoni nesër që Fush Kruja të jetë bashki. Na kanë kthyr njësi administrative, nuk është pyet askush. Në Zvicër, që mahet veni kampion i referendumeve, pyetën atje japim në shtetësinë Michael Schumacherit. Një çështje totalisht e parëndësishme. Në Fush Krujë nuk bën referendum për me i pyet banorët, ora doni bashki apo jo. Po ç'është kjo histori, pse sillen kështu me neve? Pra prandaj po ta them është personale kjo punë më burr. Bubqi i rindërtum, thon, 17 përmbytje për 2 vjet në Bubq. Bubqi i rindërtum me parë 1.3 miliard euro kanë marrë nga tërmeti. Kjo është situata më zotni. Në Nikël, ju japi fakt tjetër Nikël, durët e krimit apo jo? A thonë që janë durët e krimit në Nikël. Bandat, vrasje, tritol, nuk ka shkollë më burr.
11.000 banor, njësi administrative me 11.000 banor, nuk ka gjimnaz, nuk ka shkollë 9-vjeçare. Po myllë shkollën, do hapet burgu, varqa do gërvishtesh nga Nikla. T'ju flas pak për Mukjen, që u mbajt konferenca Mukjes, për pjekja e parë që u bashkuan ballistët, legalistët, komunistët. Po pra historia pra, dini s'ka i tabela aty, u mbyll shkolla Mukjes nga shpopullimi, nuk ka, i është vënë Chelsea. 6 fëmijë ka gjithsej në Mukje shkojnë e bëjnë atë shkollën Kurcaj. Këto janë hallet e banorëve, këto janë dhe votat pra. Kjo është ideja. Për fushatën PD-ja, të gjithë to hallet që Auloni i përmendi këtu, si ka dalë kur kush, as drejtuesi politik, as sekretari i përgjithshëm, ai mori vetëm hallet e rajonit vet atje. Por në qytetin e Durrësit dhe në njësitë e tjera administrative të qarkut Durrësit, nuk u bën këto që ke bërë ti në Krujë? Unë jam unë për me i bo edhe atje me të thonë drejtën, edhe atje shpitet tërmendit janë njësoj si në Krujë, nuk janë shpërndat Durrës, është shpërndëri e madhe, edhe atje kam ngrit çështjen e velierës, se thash, nëse unë do jem parlament, do të ta prish velierën, që ka shkatruar arkeologjinë e Durrësit, unë kam qenë një aktivist kundër velierës, kam shku dhe në gjykat, kam hongër edhe hujt e Vangjush Dagos atje, jam kërcënu dhe nga bandet e Durrësit, unë personalisht atje, sepse kanë ndërtu në zonë arkeologjike ashtë çmenduri, janë 4 pilota që është vendose. Që ka pasur çmenduri akoma më të madhe se mbi. Jo, po për çmenduri më të madhe se kjo që të ndërtosh të tip gjush me matrapik historisë Durrësit, nuk vinë turistët për velierën, nuk vinë për betonin, vinë për artefaktet e Durrësit. Dëgjë. Pallati vllai ndërtuar mbi. Po pra ty. Po pallati i muri rrethues të Durrësit. Po kujt është pallati? E di ti kujt është pallati? E di pse. Po do të thua që Shisha duke thënë që ka dhe më keq se sa ajo që thua ti. Unë e kam mut kokrën e lodit ka që kur bashkë me Sezan Gurin dhe me ca tjerë kur gjushen me matrapik aty. Se Torra Veneciane është e vjetër. Dyrrau është shumë është i ri, Torra Veneciane, se thash gabim. Pra, Torra Veneciane është shumë e re në histori. Dyrrau është shumë më i vjetër se aq. Dhe prandaj u thashë, ai vend. Por të flasim pak për amfiteatrin e Durrësit, do japin me koncesion në Durrës, si Butrinti. Prap është totalisht në shkelje, sikur të japësh Koloseun e Romës me koncesion. Pra këto kanë ndodhur pra historirat. O Alon, po pse i bën? E di pse i bën këto? Se mundet. Po pra dakord më burr. Unë po them dakord, po ne s'do heshtim mund paktën. Ka lista Durrësit ka 19 veta, del Auloni, dalin edhe disa kandidatë ka pas sepse ka zonës vet, edhe pasaj të tjerët rrinë dhe se mundet. O zotri, bëjmë pyetje unë. Kush nga lista e mbyllur në Durrës doli në një debat televiziv, ose të dilë përballë një gazetari, ose të Babarama, ose dilë përballë në Durrës. Kush? Drejtues qarku, ka i qarku. Po pse të dilte? A, pse dilte? Po normal. Ju kam bërë dhe thirrje këtë kandidat, por duhet bë me ligj, që unë thash nëse do jem parlament, ta kthej me ligj debatin televiziv. Shikoj debat para 20 viteve, të ndjerin Sokol Oldashi me Agron Dugën. Te i kolegu juaj që i kishte thirrë në studio. Ora ju e keni ndjekët vështirësinë, por që unë i kam ftuar të gjithë kandidatët e PS-s në një debat. Te studio juaj ku do qoftë. Duhet me bëj ligj për këtë punë më burr. Siç e bëjnë në Amerikë, ka debat presidencial. Qytetarët do ta kuptojnë atje japim Aulonit ai Ilirit. Nuk kemi. Pse? Po ja. Ligj bëhet, pse mos bëhet? Ta bëjmë, po ata kanë me ligj. Është kod etik, nuk është me ligj. Si? Nuk është me ligj. Është si është? Si vullnet politik. Është vullnet, po ka mundësi ta bëjmë dhe neve këtë punë. Jo, do ja shkruaj dhe ju me punën dhe qytetarët. Se unë e shoh edhe si gazetar këtë punë, e shoh edhe si e kisha mungesë, doja më u ballafaqu me tjetër. Në fushat duhet më mundi kë. Detyrojnë kandidatët për kryeministë dalin debat me tjetrin, dy forcave politike. Kjo është më burr, e kupton, edhe neve. Në për zonat caktuara do konkurroj për Durrësin, unë të ndalej Durrësit përballë me vllavim e bëjmë të tik. Nuk ka qef ty, shkojmë te Poli Hoxha, shkojmë te X-i, te Felziu, te tjetri. Tani të vim tek ajo çfarë ndodh në Partinë Demokratike. Të lutem, se mos i themi se jemi duke nga kryetarokracia. Poli, të lutem. Ndrit, të lutem. Po për s'ka lidhje me i tjetër, s'ka problem. Po dalim ti qytetarët ta dinë këtë do votojnë apo. Por ka ardhur një drejtues qarku në studion tënde ka bërë politikë. Ka bërë fushat një drejtues qarku të PD-s në studion tënde. A ka ardhur zotri? Do më lejoni ta pyes Aulonin don se po të jemi duke dalë nga tema. E lash. Qa po ndodh aktualisht në Partinë Demokratike? Ti ke kërkuar pamjet. Po. Përse i kërkove? Çfarë dyshimesh ke? Shiko tani. Du ta sqaroj këtu, unë kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kontestuar rezultatin e zgjedhjeve. Dhe unë kam bërë 2 kërkesa. Kërkesa parë ka qenë për me marr pamjet filmike, fillimisht KZZ Krujës, pastaj kam kërkuar të gjithë KZZ-et e Durrësit që janë 7, domethënë Shijaku, Sukthi, Kruja dhe 4 në Durrës.
Këto pamje, me gjithë se kërkesa ime është bërë që në fillim, do më thënë, u deshën 14 ditë, 2 javë për më vendosë në dispozicion. Është dhënë Tirana, për para se të më jepësh mu kasetët. Janë dhe me pagesë më duket Aulon? Urdhra? Më duket se edhe duhet bësh një pagesë? Jo, s'pa pagesë. Thjesht duhet gjeshe një hard disk 4 terabajt, do më thënë që e gje vetëm Japonia të se këtu s'kishte, po i mora i sajova ca hard diskje dhe i kam marrë tani dhe tani stafi im i avokatëve dhe i vullnetarëve po analizon pamjet që unë kam... Qa indicjesh kishe donë që... Tani indicjet se u aludun media si kur kam kërku vetëm për kandidatët. Unë faktikisht kam kërku pamjet edhe të subjekteve politike. Pra, kur del për herë të parë, vota e virgjër në kamera dhe në ekranin e televizorit që kemi pa neve në këtë rast. Pra, në këtë rast bro dhe të tjerët e goditur. Pa tjetër. Dhe unë mund të them që tani që po punojmë, kemi rezultatet cilat ne do t'ja shfaqim, do t'i çojmë në Komisionin Qendror. Është kapur gjë Aulon kurse deri tani është kapur. Po patjetër. Qa është kapur? Vota, pra trafiki Ja votash. të mu një variant Variantet ndryshme të edhe kalim për DPS, do më thënë, se aty mbrusit kanë edhe i garë me njëri tjetrin, se kush vjedh vota. Më kupton, pra kjo është shmendurim për në Shqipëri. Dreja ka vjetë pësën? Jo, ne do t'i nxjerrë unë këto gjone. Ta thëmë si janë gjëra sporadike, mund t'jenë gabime njerëzore, apo është inxhinierim si shta poli? Nuk e përcaktoj unë këtë gjë, Ilir, me të thonë drejtën. Unë jam i njeri që po punoj dhe unë kam bo gjithat fushat, kam dhe një 9 ditë pa gjumë, tani kam hynë i betej tjetër dhe para kjo do të vlerësuar nga këta njerëz që janë... Po flasim, është fenomen apo rasti izoluar? Po do t'a shoh më buraj, në një kuti, sa ke gjetur, sa 100 minuta për me pa i kuti. A më kupton? Pra jam luftë dhe me kohën se këta na kanë lënë 5 ditë afat. Pra mund t'i shofun do të 30.000 orë aty për 5 ditë, s'kemi kohë fizike për mi pa. Pra unë kam kap disa kuti, cilat kam dyshimet e mia që i kam bajt shënim atje, bashkë me stafin tim, kur ka qenë të numërimi. Po punon me monster, kështu që... Dhe unë po punoj, dhe nuk kemi kohë fizike, dhe unë do t'i kërkoj, po ta them nga kjo studio, lajmin do t'i kërkoj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shtyrjen e afatit, që unë t'i shoh gjitha kutit. Në rrasë ato nuk e pranojnë, unë me i kampionim sigurisht që do të shoj brënda 5 ditë. Pate reagime nga Partia Demokratike? S'kam për reagime farë, unë kam raportin me qytetarët, o Ilir, shiko që ka ndodhur me Aulonin. Kur kam shku te qytetarët dhe i kam kërku votën, unë jam njëri serios. Si kandidati pavarur. Unë kam transparencë po kërkon valla. Unë i kam thonë qytetarëve m'jep votën. Dhe qytetari më ka thonë, do ta jap votën, po a do ma mbrosh dot votën? Unë i kam thonë po. Tani unë do ta çoj deri në fund këtë histori. Tani ti votën e mbron nga PS-ja apo dhe nga rivalët referotun? Ore, gjitha ne nga 6 anët, duhet mi pas syt 4, a më kupton? Pra duhet mi pas gjitha, pra ndaj kam kërku për DPS, pastaj do shikoj edhe për punën e kandidatëve. Tani qa ndodh? Kam bë këtë kërkesën, i mora më në fund pamjet, masi kalvari shumë gjatë, i mora pamjet, disa video nuk janë të rezi fare, do më thënë, nuk e di se si i kanë bëhet tjere, po do t'i shikoj me vëmendje të gjitha. Unë këtë verë vetëm me këtë punë do merrem, do më thënë. Uroj që të më dalë kjo verë, që ta shikoj gjithë procesin. E dyta, kam bërë një seancë në kasun. Kam qenë, ndoshta jam kandidati vetëm që kam bërë seancë në kasë, ku kam kërkuar rinumërim të kutive. Kasi ma hodhi poshtë për procedurë, sepse në momentin që unë e dorëzova në kasë, më tha që shiko, duhet që komisioneri shtetëror i zgjedhjeve të shpall tabelën përfundimtare qarku Durrësit, pastaj ti të na drejtohesh neve me një kërkesë tjetër. Pra nuk më thanë performën për përmbajtjen, më goditën performën këtë gjë. Kështu që brenda këtyre 5 ditëve deri ditën e njëjtë unë do bëj kërkesë dytë. Tani problemi është, ajo që shikojnë problem te kodi zgjedhor është që ne si kandidat nuk legjitimohemi. Ne si kandidat që, do më thënë, unë jam votat e mia, do shikoj votat e mia, ne nuk legjitimohemi. Dhe unë nuk e di kush e ka bëu këtë pislik, edhe këtë ligj ka qelbë, do më thënë, që ne nuk legjitimohemi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Unë ja kam kërku edhe Rusmailit, edhe Ledio Braus dhe atyre, të gjithë atyre, që ta interpretojnë më mirë këtë moment, sepse ata niseshin nga i precedenti zgjedhjeve të kaluara. Po, ki parasysh që zgjedhjet e kaluara ndoshta kanë qenë fare listat e mbyllura për shembull. Më kupton? Edhe aty ka i fare drejtë që duhet të jetë subjekti politik. Është lloj sikur të vënë shpinë me Baramo dhe të drejtë thjesht aty. Unë jam pal, por nuk ka asnjë lloj problemi. Pra, fillimisht e çova me vulën e Krujës, e Partisë Krujës, pastaj më thanë që nuk ka valencë vula e Partisë Krujës për me pa qarkun e Durrësit. Okej, unë do marr vulën e Partisë Demokratike të Shqipërisë, që ti drejtohem Komisionit Qendror. Ja ke kërkuar se listë qendrore do t'ja marr këtë ditë. Do ta marr këtë ditë, patjetër. Do ta marr se s'bë, nuk diskutohet fare, se Lia ka qenë pro, domethënë, kësaj. Edhe kryetari sot ka folë për këtë çështje. Unë do t'i shkoj deri në fund kësaj historie. Po unë çfarë duhet të them? Pra kam 2 momente për kodin zgjedhor. Momenti i parë që ne duhet legjitimohemi në proces pa diskutim që po, sepse jemi në listë hapur, pra duhet kërkojmë votat tona, dhe e dyta,
kalum 9 ditë pa gjumër, bura, kupton. Se unë jam nga ato kandidat që e kam ndjek procesin. Vetë hyre detit më këm tani, pse në Do të ankojsh? them, do të them. Jam një nga ato kandidat që e kam ndjek procesin nga data 11 maj deri kur mbaroi. Kandidatët e tjerë kanë qenë të shtëpia duke i pa nga televizori, unë kam qenë duke i pa aty votat. Edhe në Kruj, edhe në Durrës, edhe te Feti Borova kur numëruan ato votat e diasporës. Duhet kemi respekt për njerëzit. A humim, a fitojmë është çështje tjetër, duhet me shku mi pa votat atje. More i vot, ty thush faleminderit tjetrit. More 800 vota, nuk ka rëndësi, sa morën në diasporë 900 vota. Duhet i thush faleminderit tjetrit. Jo vetëm unë, po çdo kandidat tjetër është nderin e gjithë secili sepse i kemi dalë para qytetarëve, i kemi thonë na jep votën. I humam apo i fitum zgjedhjet, nuk ka rëndësi fare. Dhe ajo që duhet të them që është këmban alarmi, a kemi mundësi neve që të bëjmë një numërim tjetër më burë, jo 9 ditë. I kam pa ata njerëz duke u dridhur furë. I kam pa njerëz duke fletë nëpër tavolina, hashin pica nëpër cepa shkallë. Ka një mundësi Ore zotëri, 9 ditë numërim. Si vezë Kolombi, është numërimi elektronik. Po pra, po 9 ditë numërim për burë. Kur ç'është punë PD-ja. Regjia, ju lutem lidhi me zotin Spaju. Po, Ilir. Kemi dy realitetet të ndryshme përsa i përket kërkesës për pamjet dhe për rinumërimin që kërkojnë kandidatët. Pati donë fillimisht nga Partia Demokratike që e kërkuan, zoti Berisha tha gjithkush, letë bëj transparencën, unë nuk e ndaloj, madje edhe e inkurajoj. Pati nga Partia... Të lutem. Pati dhe nga Partia Socialiste, por më pas pati një ndërhyrje të zotit Rama, i cili tha, ju vini në dyshim, tha, numërusët tanë, ndërkohë tha do unë që, shiko, tha, se në qofse jeni pjesë e skuadrës, do ka për të tërë, e tha sot do unë, që juve që nuk u zgjodhët, do jeni pjesë administratës e kështu me radhë. Pra i ftoj në një loj omertaje. Tani që të na... Si e shikoni këtë realitet mes këto dy realitete? Që të na kuptojnë dhe njerëzit, sepse jo 100% e publikut e kuptojnë procesin e numërimit të votave me sistemin, me ndryshimet e sistemit elektoral. Ka dy numërime. Një numërim është për partit, kush parti fiton dhe kush humbet, dhe sa është numëri për çdo qark, dhe votimi tjetër është për kandidatët e listës hapur. Tani, tek e para është beteja mes qeverisë dhe opozitës, ose mes të vjetrës dhe partive të reja, të cilat nuk kanë numërus. Numërusit i kanë 4 partit e vjetra, të cilat numëronin edhe votat e partive të reja, apo atyre 9 partive tjera që ishin në fletën e votimit. E dyta është numërimi për listën e hapur, ku kryesisht ka një lloj autonomie vetë numërusit të çdo partie, i lihet një lloj dorë e lirë dhe ndodh korrupsioni dhe vjedhja brenda vetës, që socialistët i vjedhin vetes dhe vendosin këtë duan dhe demokratët i vjedhin vetes. Pra janë dy procese krejtësisht të ndryshme. Që ta nis për këtë dytën, unë ndaj 100% absolutisht të njëjtin mendim me zotin Kalaja, që duhen marrë të gjitha filmimet, jo vetëm të numërimit të demokratëve, po vetë socialistëve, ku edhe unë kam bindje që ka devijim të votave në listat e hapur. E parë. E dyta, që duhet thënë në mënyrë që t'jemi pak sinqert me publikun, a janë zgjedhjet e 11 majit më të mira apo më të këqija se zgjedhjet e kaluara? Fakti që 4 partit të reja arritën të futen në parlament, ka 2 alternativa. Ose këto kanë marrë vota më shumë se çdo parti e re në 35 vite, ose për herë të parë votat numërohen dhe nuk i ndahen votat e partive të reja mes PD-s dhe PS. Tani, unë kam një pyetje për publikun. A ka ndodhur më parë që votat e partive të reja që s'kishin komisioner t'i ndante PD-ja dhe PS-ja mes tyre? Unë nuk mendoj që ka njerëz që thonë, jo, në 35 vite ka qenë zgjedhjet e drejta, të lira dhe të barabarta dhe partitë e vogla apo të reja janë numëruar votat siç janë. Jo, s'është e vërtetë. Partitë e reja janë vjedhur nga komisionerët e partive të vjetra në 35 vjet. Fakti që këtë radhë partitë e reja nuk kanë asnjë ankim,
morën vota jo vetëm në Tiranë që futën deputet, po edhe në fshatrat më të thella të Shqipërisë, tregon që procesi numërimi të votave ka një lloj evolimi dhe përmirësimi. A mund të bëhet më mirë? Po. Si mund të bëhet? Të zgjedhin kompaninë më të besueshme për numërimin elektronik dhe t'i heqin komisionerët e tyre, të cilët edhe mund të shiten dhe blien vetë komisionerët e njërës partia apo tjetrës, apo mund të intimidohen nga banda. Dhe absolutisht i mbetë mendimit që SPAK-u në ditët në vijim mund të ketë hapa konkret, masa, arresti apo procedimi penal për krime zgjedhore. Nuk përjashtohet fare mundësia, por deri më sot, për hir të vërtetës, nuk ka pasur arrestime në flagrancë. Dhe sa më shumë ditë kalojnë, aq më shumë humbet vlerën juridike dhe politike procesi. Pse? Sepse nëse do kishim arrestime në flagrancë, qoftë intimidimit të bandave e tjerë, të cilat janë të padiskutueshme. Kanë qenë dhe janë të padiskutueshme i influenca e bandave në shumë qarqe të Shqipërisë, të cilat mendoj që do një studim shumë të thellë se si mund përjashtohet mundësia e ndikimit të bandave. Për sa kohë me ligj atyre të cilët janë dënuar për trafik lëndëve narkotike, merren me trafikim, janë përdorues të lëndëve narkotike, ti nuk i heq as të drejtën për të votuar, i përket një studimi të gjerë se si do mundet ta përjashtojmë influencën e bandave në këtë proces, ku me sa duket në disa qarqe si Durrësi, Elbasani, Fieri, Vlora, ka shumë, por edhe në veriun e Shqipërisë, unë mendoj që edhe në Krujë, në Fushkruj, në Kurbin, në Milot, në Lezhë, në Shkodër, absolutisht duhet të ketë një influencë shumë të fortë të krimit të organizuar. Mbetemi mendimit juridik, jo politik në këtë rast, i cili nuk mund të rri, sepse ju e përmendët, a hapët në emisionin ashtu, ka disa qëndrime ku thuhet që organizatat e trafikimit të drogës... Okej, për këtë do të flasim gjithë pjesën e dytë të këtij emisioni. Një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi të flasim pikërisht për deklaratën e zotit Berisha, i cili pretendon se në Shqipëri ka kartele droge dhe i kërkoi presidentit amerikan Donald Trump që t'i shpall ato organizata terroriste. Publicitet. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë. Në këtë pjesë të dytë do të flasim kryesisht për deklaratën që bëri zoti Berisha pak ditë më parë, kur tha se në Shqipëri ka kartele droge të cilat ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit dhe i kërkoi presidentit amerikan Donald Trump që t'i shpall ato një organizat terroriste. Kreshnik, si e gjykon këtë deklaratë të zotit Berisha? Dhe tek e fundit dhe si jurist, si një nga juristët më me përvojë në Shqipëri, a ka kartele droge në Shqipëri apo jo? Qa janë këta që duke nisur dhe nga arrestimet e fundit që ndodhen në Durrës? Pyetje me shumë vënd. Sa bukur e thatë ju, a ka kartele droge? Po Berisha nuk ka thënë këtë. Berisha ka thënë që ka organizata terroriste. Dhe ky është problem shumë i madh, sepse po ta thot një analist, apo një gazetar, apo një qytetar i thjesht, apo kjo ka dalë nga goja e një personi i cili është numri 2 në Shqipëri për nga influenca. Pra dy janë njerëzit në Shqipëri të cilët orientojnë politikën, Edi Rama dhe Sali Berisha. Dhe një njeri i cili pretendon të jetë burr shteti, një njeri i cili është pjesë e historisë së Shqipërisë, të bëjë një përcaktim dhe t'i kërkoj presidentit amerikan, se ka dy elemente. Para që i drejtohet presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe dyta i kërkon që disa organizata të shpallen grupe terroriste. Tani, për ata që na dëgjojnë, duhet të kenë parasysh një gjë. Krimi organizuar, strukturat kriminale, trafikantët e drogës janë krejt gjë tjetër nga organizatat terroriste. Jo se e them unë. Ligji e ka kategorikisht të ndarë
në kapituj të ndryshëm, në klasifikime të ndryshme, në vepra penale të ndryshme. Dhe unë nuk besoj që ish presidenti apo ish kryeministri Berisha të mos e ketë qartë dallimin mes trafikantëve të drogës apo organizatave terroriste. A e dini sa mund të jetë numri i shqiptarëve në total në 30 vitet? Janë kartele apo jo njerë, këto grupe? Prit një herë. Prit pra se janë dy gjëra të ndryshme. A janë kartel? Jo çdo kartel droge njerë është organizat terroriste. Kartelet e drogës në 99% nuk janë organizata terroriste. Mos i ngatrojmë kekun me byrekun, se po s'dua ta banalizoj në e para. E dyta, sipas gjithë listimit të ministrive të jashtme të 180 vendeve të botës, Shqipëria nuk figuron në vendet ku funksionojnë apo veprojnë organizata terroriste. E treta, sipas Interpolit, nuk ka shqiptar apo organizata shqiptare të cilat lëvizin nga Shqipëria që t'jenë të listuara në kufite e huaj që t'jenë kërkim si organizata terroriste. Dhe tani të kërkosh që Shqipërinë ta renditësh në vendet ku funksionon organizata terroriste, ky është një problem shumë serioz, sepse Okej, të qëndrojmë pak këtu. Do të jap sërish fjalën, po të qëndrojmë pak këtu që mos ta bëjmë monolog. Ta them dhe një fjali, Po thuaj edhe një fjali. Me që s'kam kohë. As Moska, as Beogradi, as Athina, as Pekini nuk e kanë renditur ndonjëherë Shqipërinë si një vend terrorist apo ku funksionojnë organizata terroriste. Është totalisht e papranueshme në konceptin politik, geopolitik, juridik, ligjor, diplomatik të fusësh Shqipërinë në hartën e vendeve ku funksionojnë të ndjekim pak rrjedhën logjike me qëllim që mos ngatrojmë kekun me byrekun siç na bërë edhe ti thirrje. Kur mori pushtetin, Donald Trumpi i kërcënoi vende si Meksika dhe Kolumbia, ku aty ka kartele droge dhe i tha që këto ose luftojni, ose unë do t'i shpall këto kartele si organizata terroriste dhe Shtetet e Bashkuara do t'i luftojnë si të tilla këto kartele. Pra do t'i luftojnë siç luftohen organizata terroriste. Dhe në vijim të kësaj deklarate të Trumpit është Del Berisha apo Çiko se siç ka në Meksik, siç ka dhe në Kolumbi, kartele ka dhe në Shqipëri. Edhe trajtoi dhe këto të Shqipërisë si kartelet e Shqipërisë si organizata terroriste. Tani Berisha nuk ka thënë që i ka organizata terroriste. Ka thënë ka kartele. Dhe pyetja ime për ty është, ka kartele droge në Shqipëri apo jo? Për pyetja për mua është? Po. Okej, ka tani koncepti juridik i kartelit drogës nuk figuron. Nuk ka kodi penal një etiketim kartel droge. Koncepti i kartelit drogës nuk është koncept juridik, është koncept politik. Në Shqipëri ka organizata kriminale, ka struktura kriminale, ka organizata trafikantësh. Nëse do t'i vësh emrin këtyre kartele, vendosja. Por nuk është Shqipëria në atë nivelin e organizimit të karteleve as kolumbiane, as boliviane, as dhe po deshe të flas me orë të tëra për këtë, po do të marrë hapësirën. E kanë shumë gabim nëse krahasojnë kartelet kolumbiane, apo sepse Kolumbia prodhon, kultivon 80% të kokainës në territorin e vet. Dhe 14% të shpërndarjes në planet e bëjnë kartelet kolumbiane. Kush parcelat, 10 parcela hashashi, 100 apo 1000 parcela hashashi në për oborret e Lazaratit apo të Pelenës i konsideron të kartele. S'janë kartele këto. Të ta them 100 herë që s'janë kartele. Po të merresh me shtëpi bari, ka Londra më shumë shtëpi bari se sa ka Shqipëria. Tani, në këtë koncept, edhe kartelet të konceptit Amerikës Latine, Shqipëria nuk i ka. Por, edhe një herë, juridikisht, koncepti kartelit në kodin penal nuk figuron. Janë organizatat kriminale, ore merrem me statistikën e SPAK-ut. SPAK-u nuk kanë hetim një organizat terroriste. Kaq, këtu mbyllet gjithë debati.
Në Shqipëri nuk kemi organizata terroriste, pra këto vepra penale nuk janë në hetim. Nuk kemi ne që të vendosen me qëllime terrorizmi, le të themi, të hidhet në erë një avion, të hidhet në erë një institucion që të bllokohet, të hidhet në erë ujësjellsi që të ndërpritet ujë pishem një qyteti, të hidhet në erë hidrocentrali që të ndërpritet energjetika për 3 qytete. Pra, ky është objektivi i objeksionit të organizatës terroriste. Po që të hidhen në erë zgjedhjet? Po të hidhet jo është krim zgjedhor, i lirë tani se e parashikon ligjin ndryshe atë. E ka të qartë ligji. Nuk e quhet terrorizëm blerjen e zgjedhjeve, e quhen krim zgjedhor. Unë flas se çfarë parashikon ligji, nuk flas se tani thon ata terrorizëm është ky se ka bler vota. Po s'është terrorizëm, blerja e votës nuk është terrorizëm. Jo se dua ta relativizoj, as pak. Unë po them se çfarë parashikon ligji penal. Ligji penal është i qartë, por veprat penale në fushën e zgjedhjeve. Dhe në këtë aspekt është... Ka kartele droge në Shqipëri? Tani, kodi penal është shumë i qartë. Ka grupe strukturore kriminal që lidhen në fushën e drogës edhe organizata kriminale. Edhe normalisht Spaku, gjatë gjithë kësaj periudhe, ka jetuar dhe është në sukseset më të mëdha të luftës kundër drogës dhe trafikeve të narkotike. E normalisht disa i ka ngritur akuzën si organizata kriminale, që është forma më e rëndë e strukturimit. Ajo që ka thotë zoti Berisha është komplet në dimension tjetër. Organizatë terroriste është ajo që ne nga ana, ne si avokate marrim ngushtësisht në termin ligjor gjës. Organizatë terroriste është komplet kapitull tjetër në kodin e procedurës penale. Dhe janë vepra penale që lidhen ngushtësisht me gjëra tjera. Zoti Berisha, edhe në frymën e kopimit të shumtuar të fushatës Trumpit dhe çdo gjë trumpiste, bëri dhe këtë gjë. Atë që ka tha zoti Trump, pati debat me presidentën e Meksikës, lidhje me kartelet e drogës atje, të cilat ndërhynin dhe ndikonin në jetën e qytetarëve amerikanë me trafikun në jashtëzakonshëm drogës dhe opioidit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai tha në rast se ju nuk do i luftoni, do t'i luftojmë ne. Edhe ai e ka për qëllime totalisht të ndryshme shpalljen e tyre si organizata terroriste, për t'i luftuar ai me mjetet e tij. Në rast se ai nuk i shpall si organizatë terroriste, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të angazhohen në një luftë, do të them, kundër këtij lloji organizimi. Pra po ta konsideroj si Al-Qaeda do ndërhyjë në Meksik siç ndërhyjnë në Afganistan. Për t'i shuar aty ku janë. Në rast se nuk e bën këtë punë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të ndërhyjnë dot në një shtet të huaj sovran siç është Republika e Meksikës. Edhe presidenti i Meksikës pati një reagim shumë të ashpër dhe të menjëhershëm, domethënë duke e kundërshtuar si shkelje të sovranitetit të Republikës së Meksikës. Zoti Berisha tani gjen justifikime dhe domethënë në vrazhdën e të gjithë debatit publik që ka ngritur dhe asaj frymës trumpiste që tenton në mënyrë të pasuksesshme të implementojë te Partia Demokratike, do të bëjë këtë gjë. Nuk luftohet, po ja them prap, me mjete që ne presim na shpëtoj Amerika, na shpëtoj Spaku, nuk bëhet kjo. Bëhet pikërisht e kundërta. Ti do t'jesh e kundërta Edi Ramës. Do t'jesh me djem të ri, do t'jesh me alternativa të ndryshme. Përse në mos presim ndim nga Amerika ne, kur grupi i fundit që u godit ai Shkozetit, me ndimin e DEA së godit, apo? Sigurisht. Po tani e shpall DEA organizat terroriste, grupin e Shkozetit tani. Që është kjo tani? Tani organizat terroriste ishe ISIS, ishte Al-Qaeda, janë grupe, janë Hamasi është organizat terroriste, Hamasi është shtet. Tani si mund të themi grupi Durrësit Tërplimve është organizat terroriste, do shpallë Amerika organizat terroriste. Tani këto janë fabula, këto nuk di që them tani se do të kishte çik mëshirë për demokratët, para se ti thosh kështu gjëra, dhe kam seriozisht se është bërë shumë e rëndë kjo gjëja tani. Po e kalon limitin, e kam shumë seriozisht këtë gjë. Po e kalon limitin. Do të kishte edhe pak dhimbshuri për demokratët, cilët kanë 12 vjet në opozit edhe po shohin avash po ambientohen edhe mbas 4 vjetëve të tjera në opozit, e kupton? Është e frikshme kjo që po ndodh. Tani do të kesh edhe një ndjenjë për kujdesje ose keqardhje
nuk mund t'jesh kaq i ngurt, nuk mund t'jesh kaq i zi, nuk mund t'jesh kaq i zi me demokratët. Tani do presim ne na biri qelli, na vija Amerika me drone edhe na vrasi këtë organizatat. Ç'është kjo do? Ka diçka, Ilir, të paktën ne nuk mund t'jemi izolantrik kur analizojmë politikën, sepse pavarësisht çdo viti apo çdo, po të them, dogme që zoti Berisha në opinionin publik ka si strategji komunikimi. Thot më duhet krijoj çdo herë që dal një fabul, që me fabulën se çfarë është problemi konkret askush mos të merret. E para është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur shpallin një kartel droge apo një organizatë kriminale, organizatë terroriste, kanë informacione detajuara dhe nuk presin që t'ja u thot një përfaqësues i cili është shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është zoti Berisha, që akoma nuk ka sqaruar tek demokratët apo tek qytetarët e vet fabulën që krijohen që mua më është bërë non grata. E para kjo nuk qëndron, sepse është nonsens. E dyta lidhet, zoti Berisha i krijon këto fabula apo krijon këtë lloj mekanizmi sepse do t'i largohet përgjegjësisë humbjes. Sepse askush nuk do që të merret me analizën apo me statutin e Partisë Demokratike që në moment që ai humbet duhet t'i japi dorëheqjen, por i duhet sa herë që del para gazetarëve të krijojë këtë fabul. Mbas 2 ditësh do krijojë një fabul tjetër dhe nuk do të mbajë askush përgjegjësi. Dhe ne sot që janë Partia Demokratike që është të gjendje, por edhe shoqëria shqiptare që është në këtë situatë, lidhet me disa vendime, sepse nëse ne rikthehemi, lidhet gjithçka me vendimin e Pauloni tha pjesën e parë që këto 2 banda në Durrës ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve. Kanë ndikuar rezultatin e zgjedhjeve, nuk Auloni po thot vërtetën, sepse është nonsens kur shikon një djalë që në 2021 ka marrë 200 vota dhe vjen në 2025 merr 20.000 vota. Çfarë shpjegimi ka kjo? Tani mos bëj Kasandrën këtu ta them unë. Partia do t'i ta them unë kundër argumentin e PS-s. Partia ka orientuar votat e ky kandidat. Unë e di kundër argumentin, nuk kam nevojë në këtë pjesë. Nuk duhet bëj Kasandrën, po ta them normal, nuk duhet bëj Kasandrën. Ke shumë të drejtë për këtë pjesë. Nuk është argumenti nga 2.000 vat 21.000. Ti duhet gjesh elementin çfarë kanë përdorur këta që kanë futur 21.000. Këta kanë përdorur çdo instrument. Po opozita nuk e gjen dot në këtë situatë. Nuk e gjen. E gjen vëlla, marri atë që bën Auloni, të marri gjithë videot. Aulonin e kanë lënë vetëm. E diti që ata bandat atje kanë dhe numërus, i përcaktojnë dhe numërus. Po e di. Dhe i marrin telefon numërusin dhe thotë ky do marri kaq vota. Edhe numërusi firmos me kokën. Shumë e vërtetë. Po, sepse ndihet po i intimiduar. Por problemi këtu, po e them përsëri, është problem në nivel politik. Pra, niveli problemi që çfarë ndodh në PD sot, edhe thirrjeve që ne i bëjmë, lidhet sepse ne mund t'ja kërkojmë çdo gjë, por lidhet me zotin Berisha dhe me skizmën e madhe që pati Partia Demokratike që në ndarje. Sepse ne nuk duhet bëjmë sikur e harrojmë dhe politika nis në momenti që analizojmë ne. Sot ke një problem përsëri në gjykatën e lartë që është çështja e vulës, ke një problem akoma më thelbësor që është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë folur, por ne kemi kreun e opozitës, një person të shpallur non grata, këto 2 probleme. Dhe ky është procesi penal, por edhe konsumi. 35 vite, më ta thash, kemi në 90-ën kam lindur unë, është përsëri në kryet PD-s. Është jo vetëm absurditet, por kujdo t'ja shpjegosh edhe me këtë do të flasësh, jo, kjo është politik. Kjo është çështje e mirëfillt politike. Kjo është çështje politike nga gjitha. Demokratët kanë humbur shpresën. Sa të jetë Saliu prap, do jetë kryetar partie. Sepse ky është problemi i sistemit. Nuk ikën, janë dorëzuar shkretën dhe presin tani. Kur t'i vjen ora? Po prandaj ta thash që në këtë rast, në këtë rast, nëse shikojnë që nuk ka reflektim, edhe vetë djathtë dhe vetë qytetarët duhet gjejnë një zgjidhje, sepse unë e kuptoj shumë mirë që demokratët janë 12 vite, 6 vite. Cila është zgjidhja me bandat, ta nuk mund të bëjnë antimafia. Opozita s'mund të bëjë antimafia. Zgjidhni kandidatin përballë. O Ilir, unë kam një ide, zgjidhja është në fakt që edhe të krijohet një urtësi të njerëzve të cilët kanë qenë antikonformist, po them. Pra njerëzve të cilët historikisht brenda së djathtës kanë krijuar këtë revoltën e brendshme. Apo njerëzit që kanë marrë akte politike dhe të ulen në një tryez, të i lejnë mërit personale dhe thotë të bëjmë një akt politik që t'i shërbej vendit.
Unë vetëm kështu e shikoj zgjidhjen. Okej. Po të kthehemi te tema, po Diçka të shkurtër, vetëm diçka të shkurtër. E ke parë tragikomedin që po luajnë këto ditë apo jo? Është e frikshme, është turp. mos dalim nga tema duke folur për Thonë ka kartele. do japim ne mandatin, doktor Ali Mehmeti do bëjmë çmos për i dhënë mandatin doktorit. Domethënë këtyre ka shumë i dhimbset, ka shumë i dhimbset, domethënë këta janë pamëshirshëm. Ata të bëjnë çmos ja japin Aulonit. Domethënë mandat. janë pamëshirshëm, do ja japim doktorit se si do numrojmë ne, rinumrojmë komplet Tiranën që të hiqim ca vota ndej se për 100 vota. Nuk janë 100, me 1300 vota. Do të marrë 1300 vota PD-ja, edhe do të marrë Agron Shej 0 vota nga rinumrimi. Nga rinumrimi do të marrë PD-ja 1300 më shumë. Kemi apo jo kartele droge në Shqipëri po? Tani do të të shpjegoj kartelin, se se shpjegoj asnjëri sakt, do të thënë tamam këtu, pavarësisht nga... Apo do të të shpjegoj deklaratën. Kartelet një, deklaratën... Deklarata e Berishës, Pastaj deklaratë. Propagandës, është ajo fia që sa vjen dhe jo llohet me SBA-n, sikur e ka rregulluar me SBA-n, sikur po i shkel syrin, ka hedhur ato parata ndaj një 6 milion që duken edhe kush e di sa të tjera. Dhe është shumë e thjeshtë. Politikisht SBA-ja Babarama, e ke mendin apo jo? Po. Politikisht SBA-ja është më shumë si ka të shpallë organizata terroriste PS-n dhe PD-n me në krye Edi Ramën dhe Sali Berishën, më shumë gjasa ka kjo, se sa të bëj këtë akt i cili është pa logjik. SBA-ja ka një zyrë këtu që është ideja. Nuk ka kartele as në gjithë Europën. Karteli është një term, jo as politik, as kriminal, është një term ekonomik. Dhe pasaj është uazuar për, sidomos për ato korporatat e drogës. Dhe një kartel ka dhe ushtri, ka dhe e tjerë, dhe ka një bashkim grupesh të caktuarat që merren me këtë gjë, që e mbyllin gjithë qarkun të transportit, të prodhimit, edhe kanë një kupol piramidale. Po kjo që pam tani në Shkozet, nuk ishte disa nëndegëzime? Po, pikërisht. Një në Vlorë, një në Firenze, një në... Kjo është krimi organizuar. Kjo është krimi organizuar. Ky krimi organizuar nuk e prodhon vetë kokainën. Ky krimi organizuar e financon, nuk e shpërndan vetë të gjithin, e ke parasysh nuk e përpunon vetë të gjithin, e tjerë e tjerë. Është termi është, shko, po ta shikosh është e njëjta gjë. Këtu thelbi është ka interes ose pse duhet SBA-ja që të bëj këtë lloj shpallje kur e ke parasysh, kur krimi organizuar dihet. Tani duhet futemish. Trumpi i shpalli ato, jo vetëm i paralajmëroi, po i shpalli janë 6 grupe të cilat i shpalli, 6 organizata mes tyre dhe Sinolea, që ka gjurmë dhe në Shqipëri. Çështja është, si dhe njerë, ka degëzim në Shqipëri, Sinaloa? Ka gjurmë në Shqipëri. Ka gjurmë, qa gjurmë e ka? Ka gjurmë, një njeri akuzuar në Meksik ati, një biznesmen, ka marrë... Dhe në Kanada, ka marrë resort, e ka pritur Edi Rama në zyrë. Qa gjurmë është do ti? Qa të themun? Edhe po jetohet. Tani, çështja është kjo, që Trumpi tha që unë do bëj mburoj në artë. Trumpi është drejt izolacionit. Dhe kur e kërkoj këtë, dhe me të drejt e kërkoj për efikasitetin e institucioneve shtetërore, sepse akti më i fuqishëm në gjithë historinë e SBA-s është pas 11 shtatorit që është akti për terrorizmin. Dhe në qoftë se futesh në terrorizëm, atëre gjithë institucionet dhe nuk pyesin për asnjë lloj, saqë e bën dhe vetë Amerikën Big Brother. E kupton gjë e tjerë. Dhe për disa dhe thelbi është që këto organizata ndikojnë në SBA. Ne përmbysin me drogë, bëjmë vrasje atje brenda, do të thënë në fakt veprimtarin tregun më të madh e kanë brenda SBA-s. Nuk e kanë troplinët në SBA dhe s'ka organizata të fuqishme shqiptare saqë ta kenë atë. Kështu që kjo është një budallëk. DEA në fakt ka një zyrë shumë të fuqishme, do të thënë, e kishte në Greqi, hapi dhe në Shqipëri, sa hapi as në Maqedoni as në Malzi. Dhe është prezente në një mënyrë shumë efikase dhe me trupa speciale, siç janë ata DEA. Kështu që në këtë kuptim, gjërat këtu janë. Kjo është, thash, një propagandë Sali Berishës, preta të shkelin në syrit të Amerikës, di që e ke parasysh, por një ditë do vi dhe përgjigje andej dhe për Nogradën, edhe për zgjedhjet, edhe për Spakun, që për Spakun ka ardhur në një farë mënyrë. Jo ka ardhur, po është mbyllur ai film. Çështja është që këtu në Shqipëri ka organizata kriminale shumë të fuqishme. Ka haruam ne ta themi, domethënë është kapur kreu që pse në Dubai sot.
po, në Dubai, Dritan Gjika. Dritan Gjika, sepse e përdori një diktator tjetër, se Berisha është një autokrat që ka kapur një pjesë, ka kapur opozitën këtu, por një diktator shumë i madh problematik, si Maduro, mbajti blodhi gjithë generalët, gjithë shefat e mëdhenj të policisë, dhe mbajti një orë fjalim për mafia shqiptare. Sikur mafia shqiptare kishte kapur qeverinë e Ekuadorit dhe qeveria e Ekuadorit dorëzonte qeverinë e këtij, se kishte edhe zgjedhjet, opozita s'ja njohu atje, se atje si një Po farë. pra, shoku Enver doon që erdhi banda e Po, dhe Xhevdet gjeti Xhevdet Mustafën. Gjeti Xhevdet Mustafën, kur s'kishte Xhevdet, gjende një te nafta, një tjetër gjete te ashtu. Kemi te Gjika. Dhe tani dhe Sali Berisha tani po gjen, e ke parasysh kartelet. Jolla, ti ke të mirëqena. Dhe ti duhet të tregosh si kryetar opozite, sepse me këtë punë merret Spaku, merret dhe SBA-ja me ata që ka atit FBI-s, DEA-s e tjerë. Po merren apo jo, se çfarë duhet bëjë opozitës? Po merren, po jo kur të duash ti në çfarë ore edhe në çfarë date. Edhe kur të doj Sali Berisha apo kur të doj Edi Rama. Po merren kur të bëhet hetimi plot, edhe të marri dhe visun e atyre, si çdodhi. Se nuk pam doon ndonjë socialist që të kishte bler vota nga hetimet e Spakut. Base nuk dua t'i paragjykoj po. O Baba Rama, dëgjoj. Po hetimet nuk pam doon nga hetimet që ka bën Spaku për 11 maj. Unë nuk dua të merrem me teorira as me analiza, se s'kam dhe atë natyrë dhe si lloj gazetar. Gjitha mandatet me mbi 15.000 vota janë shpallur mandate me flamur të kuq. Nuk ka rëndësi se janë blu apo janë të kuq. Janë shpallur dhe e ke parasysh. Dhe flamuri është i vogël për shembull tek një kandidat i cili është publik, ka siç tregoj për veten, ka kontribuar në komunitete të tjera, del në media edhe ka kauza, dhe është shumë i madh deri në maksimum kur është anonim komplet, ose është deputet dhe ka folur vetëm një herë duke ju mbajtur goja si ai Durrësit në parlament, vetëm një herë dhe vetëm një herë ti ikësh me vrap ta dëgjosh dhe arrin rekordin që te kalon dhe shefin e tij të madh me rekord votash. Kështu që ti mos u mërzit për ato, ata flamujt e kuq janë dhe kjo për rregulloj mikrofonin se ngrihet pak. Po, flamujt e kuq janë. Çështja është që këto lloj hetimesh ta shpjegova edhe një herë, që të arrish se deri ku shkon vija e kokainës në pjatë, deri tek aty lart dhe te financuesi, nuk është nuk na duhen, mua nuk më interesojnë fare arrestime as komisionerësh, ashtu se plaga këtu është e thellë dhe do operacion, e ke parasysh, do një tjetër lloj operacioni. Kush i urdhëron vëlla? Dhe këto i urdhërojnë partit, ose ato pjesë të partive, duke filluar që nga devijimi i votës, që nga ajo që quhet brenda partive, që kanë ndodhur shumë të tmerrsisht të dyja partitë e mëdha, që tek do votojnë, dëgjoj, aty në qarkun e Durrësit për parësi X-it, jo Aulonit. Auloni e ka për herë të parë, është djalë i mirë, na i zbardhi faqen, e ke parasysh e duan aty, po jo. Na duhet ky, e kupton, na duhet ish prokurori. Çështja është që kjo ka ndodhur dhe brenda PS-s dhe gjithë atje. Dhe gjitha këto e kanë një kokë, e kanë një lloj organizimi që është me 5 veta, me 10 veta, një lloj shtabi. A është i aftë Spaku? Është në sprov. Është i aftë Spaku që të çështja është që nuk janë vetëm organizatat. Pse nuk del Sali Berisha dhe të thot emra biznesmenësh? Janë bler mandate këtu më Paparama. Do thuash ti si janë bler. Po jam ata tregoj unë. Në qoftë sa numërus kishe ti në gjithë qarkun? 3. Jo, sa numërus ka gjithë qarku i Durrësit? Ka shumë numërus. Sa? Vetëm në KZZ kisha 3, domethënë, se janë 2. Jo ti vetë, po sa numërus? Ku do të dalit poli, po më thuaj. Do të them, sikur t'ju jepte nga një rrok, siç e ka dhënë X-i, nga 300-400.000 lekë, çdo numërusi automatikisht do kishte edhe 3.000 vota plus. Po nuk i dua të vota unë. Po prit. Minimalisht? Po pra. Minimalisht. Minimalisht pra thash. Dhe në qoftë se një oligark, nuk po them oligark se është bërë si fjalë, një biznesmen i madh, do t'i thoshte, ç'e vret mendin tim. Sa numërus ka Durrësi, do t'i thoshte ky 800, 700 numërus. 700 numërus nga 300.000 lekë rrok. 700, jo, më pak. Më pak, 500 se 1.200 ka Tirana.
Okej, po i quaj gjysmat. Numërus ka për çdo kazazë nga 10 tavolina, për nga 8 Jo numërus, jo numërus, jo, më falë se bëra gabim, jo, vëzhgus, jo numërus, jo vëzhgus, se ajo është blerje numërusit, jo më jo, pa blerje këshu, e liqme, 600 me rogë, 1210 nga 3-4 vota se cili të familjes, ja ku bë votat që i mungojnë për të futur në parlament. Dhe kjo është e liqme, do më thënë ajo që interpretojt ngusht, thot. Dhe këtu i ke de facto këto fenomene. Tani, kush i jetë këto leko, pa bëram? Kush i jetë këto leko? Dhe pse mundet një biznesmen i madh, heth 1 milion euro për një kandidat? Po ka logjik, po jepi më, e ke gjana të kandidatin. Jepi 500.000 dhe del në pensiona i që tani, e ke përsysh gjithë jetën. Përse? Se kjo duhet gjetur, përse i duhet pa tjetër, o tjetë filani, mos jetë Auloni, po duhet tjetë pa tjetër filani, për qarë? Për qarë të duhet? Të duhet, sepse ka interesa që janë për te asaj karigës, kot pa lidhja ati parlamentit të mbaruar, falso atje. Ka interesa të tjera, biznesesh, tokash, dreq, shetan. Dhe ka që thjesht është gjithë skema këtu. Ta shi ti po më thua ma për organizatat terroriste. Pse janë të interesuar, është i interesuar krimi organizuar për të investuar prapë, kur e kuptoj që Edi Rama nuk ka më fuqin që ka patur për para mbi drejtësin, mbi prokurorin. E di pse? Sepse i ka mbajtur me shpresë, i mbajti dhe të fjalimi sotëm, goditi prapë drejtësin. E ke përsysh me spont, po jo po gjojëm kanë vënë 500.000 euro gjobe tjere, po ne e duan spakun, po dhe spaku e la 3 pika, sepse e vetë mja shpresë që ju kanë ngelur dhe e quar me 83, e vetë mja shpresë që ju kanë ngelur dhe kanë futur dhe vezët e kyqes dhe të opozita, që në momentin që mund të bëhet një ligj, për t'ja mbledhur një ligj, për t'ja mbledhur spakut, i kanë votat nga 2 krah, i ka dhe i vetë. Dhe kjo është shpresa e fundit që ju kanë ngelur këtyre të fortëve të Shqipërisë. Se kanë folur unë ata, se tjetër që s'kanë shpresë te Rama, se qa do t'ju bëj Rama? Për kartelet. Tani unë mendoj që, do më thënë, pa i heq presje, ekspertizës, se Poli është edhe gazetari kronikës, e njeh më mirë këtë situatë, por unë mendoj që kjo deklaratë e zotit Berisha është edhe një lloj tërheqje vëmendje ndaj situatës që ndodh në Shqipëri. Pra, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, me që presidenti Donald Trump i SBA-s i ka godit kartelet e drogës, ai kërkon një vëmendje që ta sjell pikërisht këtu në Shqipëri, atë po themi vëmendjen amerikane në këtë rast. Kështu që kështu e gjykoj unë. Përsa i përket zgjedhjeve, unë kisha një objeksion në atë që tha, unë që tani po ju them nga kjo studio që jam kundër Komisionit Hetimor Parlamentar. Pra nëse këta kanë nërmen për me ngrit Komision Hetimor Parlamentar për maskaradën elektorale, masakrën elektorale. Janë duke mbyllur. Janë duke mbyllur. Unë mendoj që atë na e ka mësuar Churchilli që në rast se ti do të dështosh një gjë, ngri një Komision Hetimor Parlamentar. Kështu që kjo unë jam kundër. Unë jam për këto 2 rrugë, domethënë që këta të çojnë faktet në Washington dhe në Bruxelles, si 2 kancelarit më të mëdha që merren me jo vetëm me çështjen e zgjedhjeve, por ku është edhe skakjera politike. Kjo rrugë është ndjek në 2001-shin, po unë jam për gjë tjetër, me të thënë drejtën, se në 2001-shin kemi pas shumë emra të zëshëm, Partisë Demokratike që e kanë bërë këtë betejën, pavarësisht se konteksti ka qenë tjetër, pavarësisht se unë nuk bi dakord me qëndrimet e Spartak Ngjellës tani, atëherë avokati i asaj beteje ka qenë Spartak Ngjella, që besoj që ka qenë dikushi pjatës e lartë për me mbrojt opozitën, dhe mendoj që duhet me ikë nga mizerabiliteti që ka tani disa figurat opozitës që po bëjnë avokatinë e zgjedhjeve. Pra edhe ne duhet të arrijmë në atë që quhet real politik, po edhe figurat që të kemi që duhet nxjerrim në studio televizive për me thonë që u vodhën zgjedhjet, ti kemi ca njerëz me ca men kokë, domethënë, me ca që i pranohen nga publiku dhe i thon diçka emrit tyre. Pra ta thash dhe herë, me Spartak Ngjellën jam diametralisht kundër tani për qëndrimet që mban publike, se për mendimin tim e ka humbur fare lidhje me realitetin, por në 2001-shin ka bë avokatinë atyre zgjedhjeve, të cilat opozita i fitoi apo jo, ëh? Ti jemi realist. Do më i fitoi në kuptimin, mori presidentin, mori diçka një klerin nga gjitha. Pra unë besoj që nuk duhet që të dështoj, siç dështoi në 2021-shin, që bën Komision Hetimor Parlamentar, atë që e bën, me i mbushet menjen e Edi Ramës, që ti na ke vjedh zgjedhjet. Unë, u bë Komisioni Hetimor. U bë Komisioni me Ali Beajin.
Dhe unë kam besu masakrës elektorale 2021, se kam qenë vetë duke në zgjedhje atëherë, duke i pavarësisht se më hoqën nga lista. Se kam qenë listë, po më hoqën nga lista. Se është historia gjatë kjo ime. Do më ftosh në herë tjetër. Po tani se s'du me hap plak tjetër, a më kupton. Tani, ideja është kur ishim duke numëru votat në 2021-shin, na erdhi, më duket nga televizioni juaj, na erdhi një kështu notification edhe doli Yuri Kim dhe përshëndeti zgjedhjet. Ne ishim duke numëru votat, me thënë vërtetën. Tani kësaj radhe, me sa duket janë treguar çik më të matur, a kupton se u kthye atëherë ambasadë amerikane kështu në zgjatim të qeverisë. Kësaj radhe nuk kemi pas në urim, të jemi realistë. Dhe shumë mirë kanë bëu që se kanë uru qeverinë, sepse do ta shikojmë qëndrimin amerikan, dhe unë jam tërë sy e vesh, me të thënë drejtën. As nuk jam një optimist i madh me i dhon luk boshe shqiptarëve, siç po bëhet, po jam shumë kurioz të thënë se çfarë qëndrimi do marrin. Këndon të këto grupet kriminale, këto e kontrollojnë qeverin, i imponojnë qeverisë, kush prevalon, apo qeveria i kontrollon ato? Unë kam pas gjithmonë opinionin tim lidhje me këtë, Rama i ka trajtuar këta gjithmonë si bashkëpronar ose bashkërtak të kësaj ndërmarrje të madhe. Ai i ka trajtuar si të barabartë ata. Nëse ka pas grupe kriminale patjetër dhe kod zotit Berisha, po kur në këto nivele, kur nuk arrin në këtë nivel rëndësie që kanë sot këto grupe kriminale. Rama i ka trajtuar ata si bashkërtak. Ata kanë kandidatët e tyre, ata ndikojnë të listat, e verifikuar kjo tani më edhe me SKCC-n, edhe me hetimin penal në deputetit Qyrbja, ku përcaktojnë dhe renditjen e kandidatëve të gjitha me radhë. Kjo është e qartë tani, nëse Rama mendon që ka arritur një fitore, që nuk i ka më nevojshëm këta, e do filloj t'i godasi, ngelet për të parë. Po besoj që mund tjetë edhe kjo fundi i kësaj marrëdhënie simbiotike midis dy palëve. Por, unë do t'a shikoja pak më ndryshe. Opozita nuk do të merret më shumë me Ramën në kuptimin që të fillojë të qajet, bëhet qaramane, jo si na e bëri, si na bëri. Duhet të reagoj vetë. Si mund të delegitimojnë këto zgjedhje? Është e thjeshtë. Atë që ka bërë Auloni, merr grup pune, i ka asetet burimet njerëzore, ka dhe mundësi teknike, ka dhe mundësi financiare, bën një audit me kamera të gjithë zgjedhjet. Po ndrit, më fal, çfarë mundësish financiare kamera, por se jena do hesh partia, se thash jo kandidat. Por mu një njerëzit janë duke më punu vullnetarisht, ta them me sinqeritetin më të madh. S'më dëgjove çfarë thash. Okej, regjia, ju lutem lidhni me Kreshnikun. Nuk do ta bësh ti, po them, ja du ta mbaroj. Po, du ta mbaroj, partia. Jemi në fund. Partia të delegitimoj, ama aty del edhe kandidat të favorizuar të partisë, që kam pas hope të jashtëzakonshme votë. Okej, Kreshnik, sot jemi në 26 maj. Apo jo. 29 vjet më parë u bën zgjedhjet që njihen doon si pavarësisht pretendimet që mund të kenë palët, po në optikën e gjithë shqiptarëve doon që qenë një vjedhja më masive dhe më brutale, gati kafshërore e vullnetit të zgjedhjeve. Tani, unë dua të pyes ty si sekretar i Komisionit Qendror të atyre zgjedhjeve. Atëherë do Partia Demokratike e ketërsoi vullnetin politik të shqiptarëve me idenë doon që Evropa nuk i do këta, se këta janë komunistët dhe ne do ta çojmë Shqipërinë në Evropë dhe ne do t'i japim pasaportën evropiane. 29 vjet më parë, mos kemi një déjà vu të njëjtën gjë po bën Rama tani? Shiko, ka dy ndryshime thelbësore të 26 maj të 29 viteve më parë me 26 maj sot. Ndryshimi i parë është se në 26 maj të para 29 viteve situata doli jashtë kontrollit për shkak sepse komisionerët socialistë u tërhoqën nga procesi i numërimit të votave dhe komisionerët demokrat mbushën kutitë e votimit. Pra, ishte një proces tërësisht i njanshëm që i doli jashtë kontrollit çdo kujt. Derisa pa u tërhequr komisionerët socialistë, procesi ishte free and fair, ishte gjithçka në rregull apo jo? Ja. Po sigurisht që unë po flas tani mos i hym nëse ti unë ta bëj dhe një analizë gjatë, po flas për dy karakteristika. 2 minuta koke, se jemi në fund. Po, pra u bë procesi i numërimit u bë vetëm nga Partia Demokratike ku mbushën kutitë. Po. Dhe doli jashtë kontrollit ku sepse ishte sistemi mazhoritar atëherë, nuk ishte proporcional. Dhe çdo kandidat
në çdo lagje apo në çdo fshat ku kandidonte, mbushi kutit me komisionerët e vetë dhe shkuan drejt fitores së 99%. Po. Elementi i dytë që dallon me këto zgjedhje është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkuan qeverisë shqiptare në atë moment përsëritjen në 42 zona të zgjedhjes. 40 zona, në 40 zona. Në 40 Nga 100. zona. Po, dhe nuk atëherë në atë moment nuk është se ishin pro-socialistëve amerikanë, me thënë drejtën, por ishin të paanshëm në procesin politik dhe diplomatik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan edhe ndihmës sekretarin e shtetit, Richard Shifter. jo, Timothy Worth, Timothy Worth, i cili nuk u prit nga presidenti i Republikës. Worth, Timothy Worth. E priti zoti Shehu, e priti ministri jashtëm, zoti Shehu, dhe kryetari PD-s. U pranua pjesërisht, nuk u pranua kërkesa e amerikanëve dhe e faktorit ndërkombëtar për përsëritjen në 40 zona. Pra, pak a shumë këto ishin dy karakteristikat që ndryshojnë me sot. Dhe këto janë dy karakteristika thelbësore, po sigurisht, domethënë, problemet mbartura nuk mundet se tani do dukemi sigur ankohemi vetëm për pjesën e Berishës dhe nuk duhet ndalem për një proces i cili ka ndodhur 29 vite më parë, që padyshim ishte më primitiv se procesi pas 29 viteve, po është e pafalshme që edhe pas 29 viteve Shqipëria ende mbart të njëjtat probleme. Për shembull, kush janë problemet? Këta ende kanë procesin e numërimit të votave më të fortë. Pra, të dy partitë gjejnë njerëzit më të fuqishëm, më të fortë, me emër, me muskuj, për të numëruar votat. Pra, 3 dekada këta nuk kanë ndryshuar mentalitet në procesin e numërimit të votave, pavarësisht pastaj nga hapësirat apo mundësitë që u krijohen për të vjedhur. Okej, falenderoj Kreshnik, falenderoj edhe 4 të ftuarit e tjerë. Ky ishte emisioni për sot, rishimi tonë tjetër. Natën e mirë të gjithëve.